Mirëmbrëma miq të televizionit të shtatë, po takohemi edhe këtë diel në emisionin favorit, se gjithmonë edhe sonte do diskutojmë tema të cilat i ka prodhuar java që po e lëm pas. E pas Drenicës që fitoi titullin e kampionit në grupin A të Ligës së Parë, bashkë me të në Super League është inkuadruar edhe Prishtina e Re, pasi është shpallur kampione në grupin B të Ligës së Parë, ndërsa ekipet e dyta të këtyre dy grupeve, Liria dhe Vushtria, do ta kërkojnë inkuadrimin në Super League përmes ndeshjeve të barazhet. Përsa i përket Ligës së Parë, atje sot përfundoi kampionati dhe u qartësua gjithçka, mirë po nuk u qartësua ende në Superligën e Kosovës në futboll. Pas xhirës së fundit, i cila do të zhvillohet të dielën, do të dihet se cili ekip pra do të bien nga Superliga dhe cili ekip do të mbetet në barazh. E në këtë garë ka mbetur sigurisht vetëm Llapi dhe Suareka, ndërsa e paqartë mbetet ende se cili ekip do të shkojë përmes në fakt renditjes tabelore, pra nga pozita e tretë në garat e Evropas. Gjithsesi ne jemi dëshmitar që ky kampionat ishte plot adrenalin, po aq adrenalin po vazhdojnë edhe këtë xhirët e fundit, por apo zhvillohet fundi i garave në frymën sportive dhe të fair play mbetet për më pa. Dhe për këtë do të diskutojmë edhe sonte me një panel të cilën e kemi zgjedhur, si gjithmonë janë tre analistët tanë të përhershëm, Arpënor Morina, Taulanda Jaku dhe Hajrez Hajdare. Arpënor, mirëmbrëma sonte. Mirëmbrëma. Tauland, kënaqësia për sonte. Kënaqësia ime. Hajrez, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se vjen. Mirë gjithë. Kënaqësi edhe sonte që është na i bashkuar edhe Prof Bilbil Sokoli. Prof, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Gjithashtu në studion e favoritit e kemi edhe një ish futbollist që tashmë është jurist me profesion, bëhet fjalë për Arsim Jashari, i cili është mysafir i radhës në emisionin favorit. Arsim, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Pra, e thash, sonte do ta nisim me Ligën e Parë, atje ku vetë se u inkuadrua dhe Prishtina e Re në Super League, së bashku me Drenicën, e cila u kuptua javën e kaluar, ku tashmë e ka siguruar fitoren, në fakt pas fitores së fundit që e pati në ndeshje me Kikën. Fillimisht nëse Regjia i ka gati rezultatet e tabelës së Ligës së Parë, por edhe tabelën përfundimtare. Pra po e shohim Liga e Parë grupi A, Rahoveci Drenica 3-4, Besa Peja Trepça 1-2, Rilindja Liria 0-2, Istogu Trepça 89 5-5, Vllaznimi Mitrovica 1-2, ndërsa në Ligën e Parë grupi B, Kika Prishtina Re 1-3, Dykuriku Vushtria 2-3, Vjosa Dinamo 3-1, Keku Flamurtari 0-0, ndërsa Fush Kosova Rami Sadiku 1-2. Po e shohim edhe tabelën përfundimtare me renditje dhe pikë. Drenica pra është kampion i grupit A në Ligën e Parë me 58 pikë, ndjekur nga Liria me 51 pikë, Trepça 89 është e treta me 47 pikë, Vllaznimi është i katërti me 43 pikë, në vend të pestë është Trepça me 42 pikë, ndërsa 5 pozitat e fundit në fakt i mbajnë Besa Peja, Istogu, Rilindja, Mitrovica si dhe Rahoveci, cili është i fundit. Ndërsa në Ligën e Parë grupi B, Prishtina e Re është e para me 69 pikë dhe kampione në Ligën e Parë grupi B, Vushtria është e dyta me 67 pikë, Rami Sadiku në vend të tretë me 48 pikë, Dinamo është i katërti me 37 pikë, Keku në vend të pestë me paq pikë pra 37, ndërsa 5 pozitat e fundit i mbajnë Dykuriku, Kika, Vjosa, Fush Kosova, si dhe Flamurtari, cili është në vendin e fundit. Pra po e shohim dhe pam rrugtimin e Prishtinës së Re në Ligën e Parë në këtë edicion dhe u inkuadrua në Super League. Arpënor, ç'është duk? Po s'pari me uru dhe Prishtinës së Re ashtu që urun Drenicës javën e kalume, sepse Drenica ka kry punën më herët, mirë po Prishtina e Re ka tregu një pjekuni. Kemi po përpjekje me i pasë në studio, por sigurisht që kishin pestë dhe po, ishte pa mundër që zvene. Normale. Prishtina e Re ka tregu një pjekuni mas pari në mënyrën organizative edhe në mënyrën sportive, ty e majtë një fond të lojtarëve në minimum 2 kampionate e diçka ma tepër, edhe ty shtu disa elemente të reja të cilat ju ka nevojit. Mirë po mbi të gjitha kam pas një qetësim rana ekipit edhe në momente kur kanë qenë në një krizë të vogël të rezultateve, kur është shkrija distanca shumë e madhe e pikëve, prape kanë treguar qetësin e cila ju ka nevojit, qetësi për cilën po flasim që se kemi të disa ekipet Superligës. Do të thotë kanë tregu pjekunin e vete edhe kanë honorizu me hyrje në Superligë. Ajo është e para, e dyta, një klubi cili për 5 vjetë kam rri deri këtu, tash ka me pas kaptinën e re, që është shumë ma e vështirë se sa këto 5 vjetë që kanë qenë deri tash. Këtu tash gjana ndryshojnë diametralisht, ty e fillu prej asaj që
një parakusht kanë me pas të hjekun, ajo është fusha e tyne, e cila është në përfundim e sipër, ku kanë me pas faktikisht shpinë e vetë dhe s'kanë me lëviz majt e djathtë, ajo është e para, mirë po tash fillojnë gjana tjera të cilat duhen me qenë në një nivel edhe ma të nalt, edhe ma profesional, duhen me qenë edhe ma të përpikt e tjera, por të shofim, të e pas se kam pas një seriozitet deri me tash, unë e uroj që në këtë mënyrë me vazhdu edhe ma tutje, sepse klubet të cilat vinë që kështu pas një periudhë relativisht shkurt, është mirë me po dhe qëfar stabiliteti kanë me pas matutje, sepse kemi në ligën e parë në të dy grupet klube me renome shumë të madhe të futbollit Kosovës, të cilat me vite nuk po mujnë me u kthy në Superliga aty ku kanë lujt me vite. Taulant, përveç Gjilani dhe Suarekës që kanë pas ka dy ekipe në Superlig, tashmë edhe Prishtina do të përfaqësohet me dy ekipe. Si e pe rrugtimin e Prishtinës së Re? Prishtina i ka pas edhe herave tjera dy ekipe, ka ndodhur mi pas edhe 3 ekipe në Superlig. Po flasim për këto edicionet e fundit. Gjanat kanë ndryshu, sigurisht kjo është një skuadër e re që është themelu në disa prej njerëzve që i maj mend kanë qenë njerëz që kanë kontribuar edhe më herët në skuadrën e Hajvalis dikur. Sigurisht është një sukses, një fitore e përligjur për shkak se kanë qenë prej fillimit deri në fund në krye tabelës. Duken interesant në organizimin e tyre të ri, njerëzit që janë për rreth edhe kanë qenë të skuadra ose edhe lojtarët flasin me superlativa për mënyrën edhe qetësinë e punës që bëhet atu. Kjo është një kulmi i suksesit të asaj punës që e kanë bënë, ajo që mu më duket se do t'jetë, le të themi, një farë lloj konflikti i ardhshëm që mundet me ndodhë është për shkak të emrit që ka kjo skuadër. Tash mbetet me pas se si kanë me zgjedh për shkak se Prishtina e re duket sikur një degëzim i asaj që është Prishtina tradicionale e jona, po mbetet me u pa, po kam përshtypjen se ndoshta në këtë aspekt është dashur me qenë pak më kreative dhe mi dhënë një emër shumë më internacional edhe që kishte me qenë brendi i tyre për shkak se Prishtina tashmë. Çfarë kishte propozuar? Tash për këto pjesën e propozimeve, për këto lloj konsulencash ka pagesa që e merr përsipër ti dhe ta them unë, po isha të thonë se do të jetë e çuditshme te liga ose nëse Prishtina do të ankohet se mos me bë gara, tu e ditë se edhe Prishtina ka patentuar emrin e vet në Frankfurt, kjo do të thonë jep një lloj përparësie. Po flas për një problematikë që mundet me na ndodh mujve të ardhshëm që ka me konë si çështje e diskutimi, po pa dashur mi heq meritën e fitores edhe asaj që ata kanë bërë. Ato që tha edhe treneri është shumë e rëndësishme me kuptu, tashmë dalin me një dimension tjetër, unë kam besim se këta... Atë që e the për shkak të emrit, a beson që, ose a mendon që Prishtina do të kërkoj përmes organeve të drejtësisë ndryshimin e emrit të Prishtinës, ose përmes gjykate, diçka tjetër? Drejtësisë, kam përshtypjen këto janë gjëra që zgjedhen me... Për gjykate, pa ta fjalën se... Gjykatë komerciale ose në organi i caktuar me asaj, nuk në gjykimin tim Prishtina do duhet me mbrojt veten, nuk e di se si janë ligjet sakt të kjo pjesa, po kam përshtypjen se dy skuadra që kanë një akronim të njëjtë ose një emër të njëjtë nuk do duhet me marr pjesë me një ligë, po të shohim vera kena me qenë këtu edhe me kuptu si ndodh kjo. Pa dashur me hiq atë pjesën në aspektin sportiv, sigurisht ta tashmë kalojmë në një nivel ku nuk janë gjonat sikur në ligën e parë. Ritmi edhe pjesa e investimit duhet me qenë shumë më e madhe po. Mirë po, këta nuk duhet me bën një gabim. Ideja është se nga njëherë skuadrat mendojnë se pse kanë performuar mirë te liga e parë, dojnë me rujt komplet skuadrën ose me shtu veç diçka, nga njëherë kjo historikisht ka tregu që nuk është e mjaftueshme. Do me thonë, duhet me qenë përgatitur për disa ndryshime radikale në gjitha aspektet, sepse lojtarët, sado që mund të kenë cilësi, kur mësohen me një lloj ritmi që është e liga e parë, që neve duhet bim dakord, ka qenë shumë më e fortë se kur do herë tjetër, po tashmë po flasim për një Superligë që investimet janë enorme. Është shumë interesant me i pa për herë të parë si debutant në Superligë dhe ajo që thati dhe pyetja, bëhet një derbi interesant që i ka mungu Prishtinës edhe është shumë mirë për kryeqytetin. Do më ndërhyjt emrat, po edhe Real Madrid, Real Sociedad, Bayern Munich, Bayern Leverkusen dhe më hos. A në kusht të ngjashme kjo është një
Po veç, apo vren dallimin Prishtina e re edhe Sociedad është komplet Po është emri njëjtë. Ne që ka hapësira ligjore për më ndryshu, mujnë me aqit një parashtresë ose diçka tjetër, po besoj që kanë me gjithë zgjidhje. Po mendoj që të ky aspekt s'ka me kon problem. Okej. Çka ke pyetje? Nëse Prishtina insiston me drejtë se ka të patentuar, domthonë, këta është obligative sikur firmat që janë, është obligative me ndryshuar. Po shtoj s'kja. Po, ha? Ko Prishtina e re. E re, po tash e re, Prishtina nuk është e ndarë. Prishtina është Prishtina, pa marrë parasysh se avim për një, që me thonë, paralogja, që me thonë të shpëdje shumë mjallën emë. Po vim nga një paralogja, këta faktikisht e në kohë... Po s'ko Prishtinë të reja, po këta nuk kohë, nëse Po emrin e vendosë, nuk po këta e kanë vendosë emrin, po të ashta shumë. Do shta që kjo rej mundet me bo diferencen. Jo të latë nuk dështa me bo pyte, vish dështa me thonë që di që ti një Drenicak, tifozi Prishtinës, profa në anën tjetër deputetive të vendosjes, trajneri Drenicës, viç që to adi, pa komen. Jo, komenti jotë është i mirë, po unë këto që e thash është një diçka që është një temë që i ka më bënë. Unë as nuk do shta me mbrojt Prishtinë në këtë rast, as me sulmu këta aq ma pak. Po thash ko me konë një problematik për mujtë e pjesën e asaj pse folja për Prishtinën, si me tonë me superlativa, se kanë patentu me emnin, se kur e patenton markën, për që ta folja, specifikisht folja se patentimi i markës është drejt autorit se është ndryshe të ajo pjesa. Për shembull Trepça mundet me, nëse patenton emrin e vet si brand, mundet me muanku për një ekip tjetër si çka. Për Prishtinën ke pjesa se kom kalu ko gjë një pjesë gjatë karrierës tem aty edhe nuk është se folan që atë kuptimin që fare the, me sugjerimet tua janë njërë më të mirë të mundshme. Prof, përveç Drenicës, tashmë e kemi edhe Prishtinën e re që sapo është inkuadruar në Superligë. A janë këto dy ekipet të denja për Superligë ose për nivelin e Superligës? Tu e di që të dy avin nga një kategori më poshtë. Me uru Prishtinën për suksesin e arritur, do të të hyrjen e Superligë, duhet me uru Elon Berishën, i cili ka punu jashtëzakonisht mirë, një trajner i ri, duhet disa fjalë, na kemi obligim si trajner, si kolegë, një trajner me shumë perspektivë, një trajner i cili ka arrit një sukses që rrallë kush e arrin, sepse për 2 vjetë prej ligës kategorisë së dytë, ka shku në kategorinë e parë, edhe tash në superior. Do thotë kjo është sukses të cilin rrallë e arrin, dhe hyrja në Superligë, jo pse unë kom qenë pjesë, dhe nisë është gjithmonë shumë e vështirë, nuk du me thënë ma e vështirë se sa më bo kampion në Superligë, është një luft shumë e vështirë ku të ndjekin numëri madhe ekipeve, shpesh në këtë grupë. Po mendoj që duhet me uru edhe ndihmoni tash Armen Dallkun edhe Lahutën që Krasniqi. Novkën e ka i njoftu si Lahuta që është vërtet edhe po pëlqen kjo Novk, për emnin si e pat Krasniq Leutrimi. Leutrim Krasniqin edhe Armen Dallkun, dhe i dëshoj shumë sukseset të dyve në barazh, ndeshjet shumë të vështira të barazhit. Unë mendoj se... Po të dyve s'mun është se veç njani ka me fitu. Po sigurisht, unë të dyve dëshoj sukseset të jenë suksesshëm të dytë, sepse të dytë marrin pjesë do të takohen ndërmjet veti, edhe unë po shpresoj që të dy këto ekipe edhe Vushtria edhe Liria kanë potencial. Ajo që është më rëndësishme, edhe Vushtria edhe Prizreni i mungojnë Superligës. Me këte dëshiroj me përmend faktin që ka ardhur koha që sistemi i garave të ndryshoj. Duhet të ndryshoj sepse kemi shumë klube serioze që kanë luajtur si vjetë, që janë me traditë, si Gjakova, si Peja, si Prizreni, po ashtu dhe Vushtria, këta e kanë vendin, por në këtë sistem të garave mundet me qenë ajo pjesa në play-offit, mundet me qenë pjesë numëri ma i madhe i ekipeve në barazh, në mënyrë që kampionati jetë më interesant, sepse ka koha se numëri i vogël i publikut dhe keni me pa tash barazhi e nxjerr kampionatin.
Barazhi nxjerr me numër shikuesve, shton numrin e shikuesve dhe ju në barazh mundeni me shiju kampionatin e futbollit mes të 2 apo 3 ekipeve, jo 2 apo 3, po 3 ekipeve të cilët njëri lufton për ekzistencë poshta, do të jetë Llapja, do të jetë mos të përmendi duket Dugagjini nuk është në pyetjem, duket Prishtina. Suareka dhe Suareka nuk ka, sipas mendimit tim do të jetë vështirë sepse Dugagjini ka siguruar ekzistencën edhe ai motivi për luftën me ekipin i cili lufton për mbjetesë do të jetë shumë e vështirë, çdo gjë në futboll është e mundshëm, nuk dëshiroj me paragjyku. Se për rezultati, dhe kjo e bën që sistemi garave thash për me shtu numrin e shikuesve duhet të ndryshoj, duhet të shtohet numri i ekipeve që luftojnë do të hinë në barazh. Barazhi do të ketë një ngjyrë tjetër, barazhi do të ketë 2 ndeshje, nuk do të me 1 ndeshje me u kvalifiku. Në 2 ndeshje shtohet numri i publikut, shtohen numri financat, shtohen, do më thënë çdo gjë interesimi, shtohet cilësia, kemi rivalitet shtum. I e vlerë kampionatit. Absolut. Do më thënë, tash është koha me mendu, nuk mundemi me këto, vetëm me 10 ekipe atje, 10 ekipe këndej. Mandej këto 2 grupe shiqoni një ekip ku lun Drenica, Liria, Trepqa, Vllaznimi, Trepqa, tjetër Besa, thuja se 90% e ligës janë antarët e Superligës. Këne në anën tjetër, po ashtu kemi numër të madh. Prishtina e Re është ekip i ri, Vushtria, Keku Dikur, Flamurtar, Rami Sadiku, ma pak kanë qenë në Superligë, ma pak kanë qenë, ma herët kanë qenë Flamurtar, po Flamurtari veç bjenë prej ligës dhe është në katë, kuptot. Po mendoj që ka kohë të ndryshimit të sistemit garave, po nuk mundeni me ndryshu një sistem të garave pa parashiku garën me rivalitet dhe ku pjesa dërmuese e ekipeve luftojnë për pjesën e epërme e ku pjesa dërmuese luftojnë për mbetje në ligë që me ik kalkulimeve të mundshme sepse kampionati duhet jetë tërheqës për publiku. Ajo çka i largon publikun e largon ndarja e drejtësisë jo adekuate, me shumë nervozizëm largohen nga fusha nëse drejtësi nuk kemi të mirë, nëse arbitrat nuk lejojnë lojën kontakti, nëse nuk lejnë dinamik të lojës, nuk e lejojnë atë pjesën ku për çdo kontakt ndihet pipi i referit. Dhe ju jeni në situatë, ajo nervozon. Kjo është një, do më thonë me përmirësu cilësinë e ndarjes së drejtësisë, apo të drejtimit të ndeshjeve, kjo me shtu rivalitetin në ekipin, aktet normative me mundësu sa më pak kalkulime e ekipet që me i bo dhe ju e keni veç sistemin adekuat. Këto e në disa faktor, disa pikat të cilët duhet të trajtohen para se me u vendos rënditja. Prof, edhe një pyetje për shikueshmëri. Dije se në rrjetet sociale shohim që shikueshmëria nuk është aq e mirë nëpër stadiume. Jo, nuk është fare. Por shohim që ka një interes më të madh për ekipet që kanë pasur një namë të madh si Trepqa, Besa, Peja. Kur kemi qenë të okupuar, në vitet 90 kemi pas tifoz shumë më shumë se tash që kemi. Kjo është shqetësues në Superligë timi po 50 shikues, 60 shikues në stadion për shembull ku i ka 7.000 ose 1.000. Jo do çini se kampionatin ka me nxjerr barazhi. Tash shtohet numri i shikuesve, shtohet rivaliteti, shtohet interesimi, të gjitha mjetet e informimit janë aty. Do të thënë shikueshmëria në gjithë aspektet shtohet. Futbolli luhet për shikueshmëri. Kjo është e rëndësishme. Unë shpresoj që ti marrin këto këshillat e tua për të mirë. Se në Kosovë dhe mon këshillën të ku dikush ta merr ofendim, apo këton, po jo këshilla është e mirë, e mirëseardhëne. Do të me ndryshu rregullat për arsye se futbolli pa tifoz nuk luhet për s'ka kur fare efekti. S'ka kuptim. Do të gjet shkaqet, pse është kështu tifoz bllëku? Pse? Pse është kjo? Në rrjetet sociale ka pasur tifoz që kanë diskutuar se kanë dashur ta shohin në Superligë disa ekipe si Besa, Peja, Trepqa, 89 Lirian, po ashtu që janë Vushtria, disa ekipe me nam dhe kanë qenë gjithmonë. Mirë po sa munden me ndiku inkuadrimin e Superligë Drenicës, por edhe Prishtinës së Re ka ana shikueshmërisë. A do sjellin më shumë shikues inkuadrimi këtyre dy ekipeve? Unë jam i sigurt që Drenica ka pas shikueshmëri edhe kur ka qenë Superligë. Ka pas shikueshmëri, po mendoj edhe cilësore, edhe në kontinuitet numri i caktuar, po duhet me cek edhe një kulturë të veçantë. Ju në Drenicë mundeni me ndëgju shamjen, ju në Drenicë nuk mund me ofendu kundërshtarin. Por, normal që
përgjigjen provokatorit në aspektin rivalitetit mes shikuesve, por kjo ndodh kur aty këtu ndoni lëshim ka tek organizimi, por ju garantoj që Drenica Skenderaj ka tregu kulturë të lartë kur është në pyetje animi, kur është pjesa e organizimit të tifozëve, vazhdimisht janë aty. Ajo që duhet na vazhdimisht me punu në cilësinë edhe me ngritjen shikueshmërisë, duhet zbatimi ai ligji i shfrytëzimit të atyre mjeteve piroteknike. Nuk mundet në stadiumet tonë me ndëgju shok bomb. Nuk mundet me fëmijë, me familje, me parcel një takim. Na duhet me qenë tërheqës për të gjitha kategoritë në pjesës që merr pjesë në realitet në tribuna. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, në qoftë se ju shkoni me familje dhe ju ndëgjoni ndonjë shok bomb, që në për fushat tona kjo është, në basketbol ju keni pa çfarë ka ndodhur, është kurse ekziston ligji për kundër holiganizmit, ju automatikisht duhet më njëherë me cek kush nuk mundet me hinë në fush, kush dënohet me kaq, emnat mbi emnat, edhe ju keni me pa që është në afat rekord do të kemi cilësi në tribuna. Kjo është e rëndësishme, por në qofse këto dy grupe i shiqojmë, ju keni me pa që shikueshmëria del më e madhe në kategorinë e dytë, gjithsesi në ligën e parë se sa në Super League. Po shpresojmë që edhe këtë edicion do të kemi edhe më shumë spektakël në Super League. Na duhet me punu rreth, me insistu. Po kjo është e vërtetë se kena pas zotri Hoxhën këtu, që ka thonë se ata kanë qenë grupi, kom përshtypjen Arbnor, ka qenë grupi i këshilltarëve ose diçka që është një grup prej 3 vetave, se kanë me sugjeru presidentin e federatës që këtë vit me ja propozu që Superliga vitin e ardhshëm me qenë me 12 skuadra, sa nga ka thonë. Punu ajo, po edhe për ligën e parë me qenë ligë unike. E kemi edhe tabelën se do të duket Superliga në edicionin e ardhshëm. Dhe Superliga. Si vjetor që lloj liga e parë me ligë unike. Po e shohim që kështu do duket Superliga në sezonin e ri, në vend të parë është Drita, në vend të dytë Ballkani, Malisheva është e treta. Sigurisht në bazë të renditjes momentale, sepse është edhe gjyraja e fundit, në vend të 4 Gjilani, në vend të 5 Ferizaj, 6 që është Dugagjini, në vend të 7 është Prishtina, në vend të 8 Drenica, dhe në vend të 9 Prishtina Ret, 2 që janë inkuadruar në Super League, ndërsa në vendin e 10, pra janë me pikpyetje Llapi, Suareka, Liria dhe Vushtria. Pra Liria dhe Vushtria do të luajnë me ekipin nga Superliga që do të mbetet në barazh, pra me Llapin dhe ose me Suarekan. Arbnor, çush po duket tabela dhe këto dy ekipe, në fakt Liria dhe Vushtria, do të kenë kapacitet që më përballë me njërin nga këto dy ekipe të Superligës. Por edhe në pamje të parë, kështu si po duket. Liria që është prej vitit kalum ka filluar me organizu. Apo i kujtohet ka pasur kryetari i ri prej oje që su shëndru në shoqat aksionare, mandej nuk isha largu prej kësaj teme, është shumë e rëndësishme një kontribut në mos ta konsumojmë temën kategorisë pare dhe dytë rreth sistemit garave. Nuk mundet me 16 skuadra është vendos, por ndigjon, nuk mundet kategoria superiore me 10, kurse kategoria dytë me 16. Kjo është një asimetri totalisht jo profesionale dhe shumë e gabueshme. Edhe kategoria e parë, edhe kategoria e dytë, edhe kategoria e tretë duhet me pas një simetri, duhet me pas numër të njëjtë. Kurse kategoria e 4 dhe 5 mundet me qenë në përregjone sepse është amatore, është komunale, por ju e keni ligën superiore me 10, kurse kategoria e dytë me 16 nuk e pa asnjë e parashishme. Qysh bëhet tani ndryshimi pe ligës ligë? Po jo, ata munden me bërë si të dojnë, por nuk është mirë. Nuk është mirë, duhet me pas simetri, kategoria parë dhe dytë. Qysh duhet mu bëhet sipas josh? Sa ekipe duhet me qenë Superligë? Unë e thash cilët faktor duhet me marrë parasysh, sepse unë nuk jam këtu faktor që a priori i themi kështu edhe ndryshe zbon, por unë e thash parimet përgjithshme, duhet me qenë simetrike. Liga superiore duhet me pas, për shembull, 10, edhe kategoria e parë duhet me pas 10. Edhe kategoria 3 duhet me pas 10, edhe kjo, do me thënë nëse kjo liga e parë ka 10, atëre kategoria e 2 duhet me pas 10, superiore, kategoria 3 duhet me pas 10. Pse mos mi bo 5 të parat atje dhe 5 të para me bojë? Prap një ligë që vllaznimi, Vushtria, prap e forcojmë edhe
kush tjetër po mbetet atje, Dinamo, Trepqa 89, Besa të formojnë një ligë, një kategori dytë ku konkurenca do tjetë shumë e madhe, ku konkurenca kur ata vinë prej ligës superiore, gjithësisht kategorisë dytë, Arbnor, prej kategorisë dytë edhe hinë në ligën superiore, mos binë me njerë prej ligës si Suareka, për shembull vjen situatë. Do më thonë, kemi të bajmë me një cilësi e cila as për safërmin mund të jetë konkuruse. Kjo është temë shumë e rëndësishme, edhe nuk mundesh tash me i plotësu dëshirat një kategoria superiore me pas 10, kurse kategoria 2 16. Kjo vërtet ju pse kategorinë e 2 16 nuk i boni edhe ka 2 klube, e boni kategorinë e parë 10, kategorinë e 3 10 edhe kategorinë e 4 4 grupe ka 5 6 10 20 sa doni mundeni amatorët. Ti e kish shqetësim të mirë, ti e kish shqetësimin për futbollin edhe për avancimin. Po, aty e kom shqetësimin edhe e kom te numri i shikuesve, sepse në ligën e parë, në kategorinë e parë, në grupin e parë, kategorinë e parë superiore, duhet shtohet numri shikuesve. Kategorinë e dytë, duhet shtohet numri shikuesve që unë kom pa, ku ka lutë Drenica ka pas numër mjaft madh, interesimit madh. Kur kemi lutë me Lirin, numër rekordi shikuesve. Edhe kategoria e tretë, nëse i ka 10, ku me siguri do të ketë aty numër të madh, Istogu, Rilindja, ndimo, Istogu, Rilindja, prej grupit ku kam qenë unë. 4-5 vendet e fundit. Po, edhe në grupin tjetër, bukur shumë, që ku kemi Raoveci, Mitrovica, Rilindja, Istogu e përbëjnë një grup, Flamurtari, Fush Kosova, Vjosa, Kika, po është grup, kurse 5 tjera të formojnë ligën e kategori 2, është e logjikshme. Superliga do në në renditjen. Bravo, kja sak. Në renditjen, nuk mundet Liga por me dominu Superligën me ekipa, po kupton se e hup efektin. Edhe unë po pajtona me, më falë nëse mëj, po pajtona dhe mon, federata në këtë rast, do të me pru grupe punuse, ekspert, analista, me bo analizë, pse Superliga s'ko shikus? është dhimshme me poti ekipet që financojnë për shembull me 1 milion, 2 milion, 3 milion budget e nuk tikon 100 shikues për shembull stadion. Me cilin kriter Superliga i ka 10, kurse Liga e parë i ka 16. Kjo është kundërshtim me etikën, kjo ka të bëjmë atë punë. Kjo na jo, po flasim rreth asaj, unë për veti nuk jam në këto rrjedha të Jo, jenë rrjedha që 30 vjetar në futboll. Po deshta me thonë çka po mendojnë për këtë punë. Nëse bëjmë ligën e parë me 16, Superliga kishte me qenë minimum me 12. Këta 10 janë 10 për momentin. Për momentin, po unë sa e di, për çato kur fillova me folda, sa e di, jo është ju punu në reorganizimin e të gjitha ligave. Jo vetë kësaj. Edhe bile çast larg kemi insistuar na që po punojmë me trit atje, me u bërë reorganizimi edhe ligave trive. Sepse s'ka efekt mo me u lut kampionatet në për regjionet. Na kemi një region që 8 ekipe, 2 të rjeken, 6 tjesën, sa e lojen aty mrena vitit, a regioni tjetër i ka 4 grupe, për shembull. Do të thotë të gjitha nivelet e di që është punu dhe po punu të rreth soj, po nuk jem në ato rjedha dhe s'më me thonë. Për mu me pyet për ka qefi jam, unë gjithmonë e kisha kthy me të vjetrën. Sa më shumë ekipe me qenë. Mirë po, aty në ekipe ju kisha qitë kriteret sakta, edhe kriteri por kishte me qenë kriteri financiar. Kur ti vjen si një klub, po e nëzojmë, cili do klub, edhe kemi i deponu në kontën e caktume, shumën e caktume, ajo shumë ka me u prek vetëm prej arkatorit apo kontabilistit të klubit, edhe të federatës, në raste kur ti jetë bërgjë. Atëherë i këshojmë klubet që është organizohen. E kur ja qetë kriterin e dytë me pas fushën që i përmbush kriteret e tjera e tjera. Na i kemi pas qysh prej parat 10 vjetë po mduket karikat me uqit në për tribina, që ato që janë. Apo, që patënor, bile u pat, që ka qene prej Suediz një farë stadione, sane, unë e mojnë men, mës të përmen e amnin erdë kamioni, zbrazin në një klub ku kom qene, unë edhe kur që në qitën tribun. Nëse dojmë na me i kriju kushte spektatorit, atëre fillojnë për stadiumet të ndryshme. Po, fillojnë për atyrit. Sepse kur vjen dikush, vjen e dyta, shikueshmëria rritet me kvalitet. Me kvalitet. Na mujmë me folë, tash çka dojmë, çka zojmë. Kur rritet shikueshmëria, rritet kvaliteti, vjen publiku, është interesant për investitorin. Pse? Reklama qitet për me po publiku. Nuk qitet për lejtarët, po me po publiku. Edhe atëherë është ai zinxhiri sportivo-ekonomik që është i
perfekt në perëndim, atë që në pjesën tjetër në Ballkan për shembull, jo veç na, po gjithmonë regioni e keni që është i mangët, sepse na fokusohemi vetëm te stadiumi. Duhet me ditë që prej aeroporteve ku shkojnë ekipet i keni suveniret e klubeve, të federatave etj. Keni informator të cilët të tregojnë se në cilin qytet apo në atë qytet ku keni atyru, ka handball, ka volleyball, ka futboll në ditën e caktuar, në orën kaq që në stadiumin, këta apo në sallën këta. Të na nuk i gjen ato sa. Për çdo do të është një farë zinxhiri sportivo-ekonomik që duhet në Slovenias. Duhet në për Slovenia ligën e parë pas ka 16, Superligën me 10 ekipe. Nëse jetë qështu po flasë. Se na kemi përjetu për shallë gjeneratat e vjetra tash. Jemi plak paka, me Bylbylin kur Liga e parë ka qenë me 20, kanë qenë 2 liga të dyta me nga 18 ekipe. Apo të kujtohet Bylbylin. Edhe ka qenë kvaliteti që 80% që aty në elitorë në ligën e parë kanë qenë për që aty në liga e dyta. Ka qenë kriteri i përfshirjes e të gjithve. Të gjithve, mirë po ne ka qenë i territor më i madh. Kurse tash nuk e kemi këtë kriter. Tash e kemi kriterin e cilësisë që duhet më përfshirë në Superligë. Ajo është numër 1. Duhet kriteri i cilësisë edhe në ligën e parë, në kategorinë e dytë de facto. Të gjithat. Domethënë, por tash kushte momentalisht çyshion pa dasht me ndërhy në mënyrën se si ata dëshirojnë organet kompetente. Unë sa di është ju punu në reformimin e ligave. Disi, më falë, Brian. Përfundaj, prof, lutna. Jesë. Nëse po të aprishi renditjen. Shumë drejt e ko... Arizo, dhe ju kene një përvoj të gjatë në futbol. Gjithmonë e ceke arsimit që e këmonë. Do të më morë gjithmonë modele që funksionon me në shtetit tamë. Nuk mune, na nuk jem Sloveni, as nuk jem Kroaci, jem Kosovë, do më thonë për momentin. Mune me morë modele dhe qysh funksionon, do më thonë. Të në shumë shpejt vjenë që formoni ekipe për 3 vjetë vjenë hinë Superligë. Që të është esenca soj dhom soj e mbrojna në futbolin, soj e mbrojna nivelin e garës. Superliga me 10 ekipe në Kosovë mjafton, so është nuk i ne shohëm so vështërësit e kanë. Çdo ekip që bje për ligë jetë bosh letorëve dhe merë të porzën me parë dhe bje automatikisht për ligë. Ligën e 2 do të kenë fort, mos ta kemë këtë vetë ta kemë që ashtu mejtë, se veç ka morë vendime, këtu janë kry, këtu mujna me fort. Një pyetje Arbnorit, çka fitojmë që Suareka bjen në kategorinë 2 një ekip stabil financiarisht? Çka fiton futbolli i Kosovës? Krejtën varet për asoj se qysh kanë qenë që po të regoj pritshmërinë e njerëzve që e kanë marrë klubin edhe e kanë promovu Superligë. Plani të në qysh ka qenë. Profesor, nuk bëhet e shpintër më në bëmë në notë, ekipi nuk bëhet pra në notë. Që të është esenca, në Suarek e ka blenë ekip, që e ka morë për Asojanes Prizajnet, e ka morë u hinë se në bëllim liga për momentin Kosovë. Hajris, Liga e parë e ka sfidu Liga e parë Superliga, se kemi pas ekipe të sporta që... Kur është po kjo superiorja me 10 ekipe, faktori kryesor ka qenë faktori financiar, s'kanë pas klube. Kurse sot i ki në ligën e parë, i ki edhe 10 klube që i vjanë financiarisht, thuaj se të barabartë, ndoshta edhe ma të fuqishëm se këta. Prandaj na duhet me përshtat. Se kanë sfidu shumë ekipe nga Liga e parë, kanë sfidu Superligën, sepse kanë qenë të forta financiarisht. Edhe të organizume sigurisht. Në qëtë se Superliga e ka 10 ekipe, pse mos ketë edhe kategoria e 2 10 ekipe, edhe kategoria e 3 10 ekipe. Pavarësisht se janë 2-a e 3-a, ata duhet me synu me ardhë në Superligë, që po thotë Hajrizi për 1 vjetë, për 2 vjetë. Nuk është problemi faktori financiar, dhe që se kemi fuqin e faktori financiar, na sistemin e garave duhet me pas simetrik, duhet me pas kategorinë e parë, 2-ën e 3-ën me cilësi shumë të fuqishme. Në ta diskutojmë do në pjesën e 2 të favoritit. Këtë sistem garave, edhe Ferizojnë e kemi hypë në ligë të parë, apo të kujtojtë Superligë. Edhe ka ra prapë në ligë të parë. Edhe prapë ka luftu o këthy në Superligë. Pytja legjitime që është që kjo temë është jamona profes. Profa ka shqetësim futbolin edhe avancimin. Pytja për pjesën e 2 të emisionit është, a jeni të sigurt
që njerëzit që sot e udhëheqin futbollin e Kosovës kanë hall edhe shqetësim futbollin. Që to e bëjmë temën. Do të diskutojmë këtë pas marketingut, sepse kemi shumë çka me folë. A do të flasim për çfarë? Me ndru sistemin do më vonë menoj. Po, shumë shkurt që çfarë meritin informuar. Nëse thojmë, janë të mendu, edhe në kategorinë dytë janë 16 ekipe, kjo nuk përputhet me realitetin edhe kushtet. Çfarë mriti për një simpatizuesi për liga e por do t'i ketë 18 ekipe. E pora, liga e por, se bashkohet. Kategoria e dytë, de facto 18 ekipe, e superiorja 10 ekipe. Na mundemi me bo kategorinë e dytë 10 ekipe, kategorinë e tretë 10 ekipe. Pra mundemi me barrazh me i bo që edhe kategoria e tretë, edhe kategoria e dytë, edhe superiorja me luftu me hi në Superligë. Pra mundemi. Ta në Shqipni e kanë me play-off që i kemi posë nga për porë dhe të pak Na në këto, kur të shë vllaznimin, kur të shë Trepqen, Besën e Pes, Trepqen të atënon, të gjithë në superiore kanë qenë. Kër e shek ne Vushtrin, e shek Ramisa Dikun, e shek Dinamon, Kekun, të gjithë në superiore. Do të diskutojmë këtë që pas marketingu, sepse kemi edhe shumë shka me folë. Shkojë marketing dhe këthejemi pasaj me Superligën, ku atë gjithë shka mbetet e pa qartë. Ku ka nevoj, aty do t'jemi. Po vrej që debatin favorit nuk ka përfunduar dhe vazhdojnë këtë në studio. E diskutum pak ligën e parë dhe thamë që tashmë gjithë shka është e qartë, po në Superligë, pra në superiore, ka shumë gjëra që janë pa qarta ende. Dje që Prishtina, Dugagjini dhe Ferizaj nuk do t'jenë në barazh, por mbetet i pa qartë vendi i tretë dhe vendi i parafundit, por edhe në barazhe. Fillimisht, Lus Regjinë se i kem gati rezultatet e Superligës, por edhe tabelën me pikë deri në xhiron e parafundit. Pra po e shojmë, Dugagjini Ferizaj 3-1, Ballkani Llapi 0-1, Malisheva Suarejka 1-2, Feronikeli 74 Prishtina 0-1, si dhe Gjilani Drita 0-0. Do ta shojmë edhe rënditjen, pra Prind Drita, tashmë vetë se kampioni i Kosovës me 71 pikë, në vend të dytë është Ballkani me 61 pikë, në vend të tretë Malisheva me 52, 50 pikë ka Gjilani në vend të katërt, i pestë është Ferizaj me 49 pikë, 48 pikë ka Dugagjini në vendin e 6, Prishtina është shtata me 47 pikë, Llapi është në vend të 8 me 24 pikë, Suarejka është e 9 me 22 pikë, ndërsa në vend të fundit është Feronikeli 74 me vetëm 15 pikë. Pra, po e shohim që në pasaj gjiroje, ku kam mbetur edhe një gjiro deri në fund, Llapit nuk i mjaftoi fitoria në Suarejk, por në anën tjetër as Suarejkës nuk i mjaftoi fitoria në Malishev. I diskutojmë këto dy ndeshje. Arvnar, si të duken në fakt në përgjithësi gjiroja e parafundit, në tekst të veçantë të dy ndeshjet të cilat i përfalën. Po, në me të drejtën, unë e kom shiqu direkt Gjilanin me dritën e në regjistrim e kom shiqu ndeshjen e Ballkanit dhe të Llapit, sepse të gjithat kanë fillu në kohën e njëjtë. Po. Mirë, po, pësoj përket Ballkanit e Llapit, unë e veç isha këthy pak mrapa nëse ju kujtot që kemi folë, kur kanë lujtë edhe në kohën e garave evropianet e Ballkanit, që është shumë me u qudit, sepse një ekipe cila ka 7 lartësi, edhe ta në kohën denohet për ndërpremjeve, jo vetëm në këtë ndeshjen e fundit, se këtu kanë mujtë mu denu edhe disa artjera, mirë po edhe në të kalumen, atëherë diçka të regon se s'ka qenë diçka në regull aty mrana, a punohet me atë repart mrapa, apo jo, qysh është vendosja e lojtarëve tjera, ty shku deri aty që ka futbolist i cili në ndeshjet e caktume ka qenë decisivi për me hu pikat vendimtare për me luftu për titull. Këtë për e thëmë për herë të parë, sepse tashmo nuk duhet me shef masas gjaje, në futbol të Kosovës po pagun paga mjaft mira, të cilën ndoshta janë edhe në regjion nër më të mirat. Kështu që duhet me i thonë disa gjana që shifen prej jashtë. Edhe nëse i themi këto gjana, atëherë mu i marrë deri te disa përfundime, të cilat mandej në prapavije kanë edhe vetë punën e stafeve të cilat punojnë në për këto klube. Unë kur thash për Prishtinën e re që ka pas një presion në momentin kur i ka humb disa pika, e kom lidh me presionin që e ka Llapi që një kohë të gjatë. Se këta në kohën kemi thonë, s'ka klub që nuk bjen në krizë, po dikush din me dalë për i krizës, dikush ma ere, dikush ma vonë, po e shohim që Llapi ka met në pozitën e cila që në barazh, apo? Që ka mujt me qenë shumë letë edhe ndë një ekip tjetër. Sepse shumë afër e kemi pas Prishtinën që
faktikisht në sekundin e fundit, apo 2 sekundat e fundit, e fitoj lojën, apo ma heret në ato pozitat të poshtë me ka qenë Gjilani, mirë për i cili hypi naltë edhe tash mundet me ndodhë që edhe në gjirën e fundit me përfitu me dalë në Evropë. Do të thotë mundi të cilën e kanë bo, krizat të cilat i kanë të i kalu, i kanë pru deri aty. Në anën tjetër e kom këshyrë thash tregova Gjilanin me dritën, ku edhe njena dhe palja tjetër kanë lujt në asaj forme që faktikisht me e prit gabimin e kundërshtarit për me e denu. Krejt kjo, të ju bazun ato që kemi folë të gjithë këtu në studio, që stadiumi cili nuk pëndërtohet, e ka zbe këtë derbi edhe e ka hup euforin e këti derbit. Sepse aty ku po luhet, edhe me atë pranit të spektatorëve po mduket krejt stadionin 1500 veti në zën, edhe qysh luhet derbi, kush është vendas, a e ka përparsin e spektatorëve. Do të thotë për mysafir mbetet diçka shumë pak mrapa. Edhe mendoj që edhe njëna edhe tjetra kanë lujt në atë formë, kanë egzistu, i kanë bo disa raste të cilat nuk i kanë shfrytzu, edhe mendoj që krejt kjo ka qenë si një pasoj e një fan ngarkese psikologjike. Kjo Gjiroja ka shku si është mas miri për futbolin e Kosovës. Kjo për mu... Ato na muj me majt atë mendim për veti, sepse nëse ka diçka që së është... për veti jo, për opinion. A mendon ti për opinioni jytë është... Kjo Gjiroja për si pas te... Opinioni jam nuk lidhët me këtë Gjiro, dhe as ka mu lidhët me Gjirën e fundit. Po flasim për këtë Gjirën e fundit, se kjo Gjiroja e fundit është lidhët për shambull, për ka ana sportive, për ka ana, me thonë, e një specialistet, hajde me thonë, qelë shumë tema në 5 Gjirot e fundit. Ja tash jemi të kompletum stafet, ja tash jemi të kompletum stafet e trenerave, ja kur heq. Pse që 5-6 javë, mas minutës 60 bjen ritmi i lojës. Mjeki për që e ritmin e lojës, ajo është Gjilanin pjesë 2 të ritmin e lojës, gjithmonë. Mjekip. Të gjitha tjerat kanë rohëm jenë rritën të lojës. E tash, edhe ajo është një paradoks i dorës dvete, sepse... Ajo do në analizë vetë vete. Ajo do në analizë vetë vete. Kështu që se kësha lidhë me këtë Gjiro, për mu këtë Gjiro është vërtetu ajo që e kom thonë edhe ma herët. Për mu, personalisht, në këtë kampionat, është Dugagjini, i cili ka fillu me 1 milion probleme, me 1 milion lëndimet lojtarëve, me kushtet të ndryshme e tjera, mirë po e ka arrit qëllimin edhe ka lujt mjaft mirë. Edhe Ferizaj, për cilin të gjithë kemi qenë koshient që me shumë ma pak financa se sa ekipe tjera që kanë investu, ka bo lojnë... Ka qenë ekipi që e keni me përgëzuna në për studio me Dugagjin lojën e fundit për shambull. Jo, veç ta si. Lojën e fundit loja o thynë momentin kur është bo mos marveshja mes që ndërmbrojtës dhe portierit. Aty u bo 2 mene dhe faktikisht rase. Para asoj ke rasti kur Erioni godet transverzalin e tjera, do të tëtë, kemi folë për një Ferizaj që ka lujt mjaft mirë, që ka pas kontinuitet rezultate dhe të lojëve të mira, sidomos si vendas. Deri të lojën me Ballkanin, kanë qenë me të gjitha fitorit. Kjo ka qenë ajo që mund ka gëzu. Gjithë mund të thonë që edhe Dugagjini me këtë ato të lashe e ka arrit qëllimin e vetë në mënyrën më të mirë. Torant, një Gjiro që u konsiderua si mjaft interesanti. Diskutojmë pra 2 ndeshje që janë përfolur mjaft shumë, Ballkani Lapis edhe Malisheva Suareka. Cila ndeshje? Ballkani Lapi edhe Malisheva Suareka. Po pse duhet me bon na si kur flasim për diçka që ka lidhje me futboll? Komplet kjo forcë që ndodh futboll në Kosovës. Situata si kjo, ajo që neve në atakon, edhe është, si me thonë, akt patriotik, është mjë drejtu 3 që merën me futboll. 3 këti vendi, që duhet mjë kallëzu që një jetë ka shumë gjana të rëndësishme, edhe jeta, as karriera, nuk matët dëmes doshmërisht me trofet që i fiton, po qysh i fiton ato. Në një vend, ku na shtiremi, ka që haptas, për qëfar vlera shena të folë, për qëfar konkurence ose dëshire të promovimit vlerave, ose ndërtimit karrierave të tyne 3, edhe ajo që du me banën është mjë drejtu dikuj që o futbolist i ri. Krejt ata halabak që mundën me konë sot futbolin e Kosovës,
që të trajtojnë ty si një vegël, se do të me hinë loj, edhe kjo loja do të më kry qështo, ose qashto. Ata thjesht, për ata ti je vesh një vegël, nuk je një aset i rëndësishëm që ata dojnë me ndrit karierën tonë. Na do të më drejtu që aty në lojtarëve tri e më ju kallëzu si integriteti personal edhe profesional është më i rëndësishëm se çdo lloj trofeu që mundet me fitu dikush me një vend, Sallamadi, ku kanë hup vlerat më të rëndësishme që janë. Gora më e rëndësishme në jetë është se sa me dignitet e përballon ose arrin me kon i suksesshëm. Për që ata do të me folë krejt njerëzit e komunitetit futbollit sot. Me vitet tona, kjo lloj force që i vazhdon, ku njerëz saktum që i marrin pare prej futbollit, e keq përdorin fondet e futbollit, e bojnë një teatr të shëmtut. Edhe na vjen puna që duhet me i trajtu seriozisht analizat për ato gjoja loj që jona, kjo turpi më i madh që i ndodhet i vendi. Edhe tashmo konflikti edhe diskutimi që do të me konë është mi u kallëzu trive. Pse po thua gjoja loj? Se më të tregu qëta, se pyetja është tama me sak, po më lënë të shkoj. Diskutimi edhe ajo që ana do të me prit është se kur njerëzit shtiren edhe nuk dojnë me po elefantin në dhomë, është gjenerata e re që do të me coptu atë elefant që man erë të kolbun, edhe do të me thonë që shtu nuk vazhdohet ma. Krejt ata lejtarë që nëziten prej korupcionit edhe pa moralshmes që vjen prej jashtë futbollit edhe zbret në fush, do të me qëndru për veti. Me thonë prit pak, me mu nuk e bon qëta. Unë nuk e pres prej dikuj që është në fund karieres e që ka qenë i përzim ose i zhytun këtë lloj maskarallaqesh. Pres prej lojtarëve të ri, se që atu fillon karakteri një futbollisti që mundet me pas sukses në karierë, në jetë edhe me konë krenar për vetën. Okej, çto dy ndeshja apo do mi diskutua jo? Nuk du me diskutua asnjë ndeshje të kësaj që kem të folë ma heret, e që profesori fliste për shqetësim që është futbolli do të më avancu, po problemi thelbësor është që këto ndeshje ndodhin me aprovimin, sepse heshtja ndaj një diçkaje që këtë opinioni po e kupton se mban herë, është aprovimi që asaj që apo ndodh. Edhe kur vjen prej lartë, peshku kolbet prej kreje, e thot populli. Edhe kjo është përshkrimi më adekuat i asaj që na shohim për ditë futbollin tonë Kosovës. Pse duhet më shtirë na dhe me folë më për këtë sene? Nëse bon regjia tabelen edhe njëherë, se kemi veç një futbollist që faktikisht bjen prej ligës, shtrohet pyetja, a meriton se Suareka mu largu, a meriton Feronikli mu largu nga kjo kategori? Kjo është çështja e cilën duhet me diskutu. Kur thëm Suareka është një ekip, s'kan fuqi njerëzore këta. Sikur të kishin pas fuqi njerëzore, s'po flas për fuqi të futbollit mëna, këto s'kishin rapi pe ligë. Besonëm. Unë të besoj, e kemi Feroniklin në 5 ndeshje, është anku në referim, që unë po e pëtoj hajrizi me i komentu këto, jemi vetëmi vend që gabojmë në varë. Në varë gabojmë, edhe eminent, alamet referi. Nëjse, ndoshta jo të gjithë, s'mujnë me thonë që kanë gabu, por një pjesë të në gabojnë në varë, në varë me gabu. Feronikli ka komunikatën zyrtare në ankohet në referim dhe ka ardhë në pozit mu largu një ekip i cili kampion ka qenë. Suareka me atë kapacitet që ka nuk e meriton mu largu prej Superligës. Nuk e meriton. Dhe na jemi në situatë ku me 10 ekipe nuk ndërtojmë një sistem adekuat që me o shkurtu mundësim e kalkulimeve eventuali. Nuk po thamë që ka kalkulu kërkush. Por, në qoftë se e kishim bë që, për shembull në këtë moment, arsimi le të ndihmon, për me shkurtu mundësit eventuale të kalkulimeve eventuale, thash, në qoftë se kishim e bë që 2 ekipe që po largon, po në qoftë se i bëjmë edhe 2 ekipe tjera, dhe 3 ekipe tjera me lujtë në barazh, që atje me inkuadru edhe vllaznimin, me inkuadru edhe Trepçën në barazh, do t'ishte pikpyetje madhe si do duke rivaliteti, si do duket numri shikusve. Edhe në barazh, automatikisht e arsyetojmë shikueshmërinë në stadiume. Pra duhet pakës kreativitet,
në mënyrë që të shtohet rivalitete me rivalitet shtohet cilësia. Dhe me shtimin e cilësisë kuptohet, por në qoftë se ju në varë shihni tash thuaj se të gjitha ekipe janë të dëmtuar nga referimi. Ma shumë janë të gabuar me VAR, prof. Edhe Suareka, edhe Veronikli. Me VAR sikur s'ka qenë vari fare. Po pse veç unë gabim? Çdo të kuptoj. Pse bëjmë diskutimin? Po ai gabim ose pe dentoni ekip. Ma shumë s'ka gabuar se është eksperti mos ti vërzina puntina. Ma shumë s'ka gabuar në VAR, me ato shka i shumina, si sportash futbollit, se kur s'ka pas VAR trener. Po në këtë Evropën, po në Angli ata se këshyrin varin hiq. E kanë shti varin e laj kryesori, Oliveri merë 20 denime, i mshon me të vetën pipit. Këtë jemi të folë, këtë është në regull, unë e po e di në qka po aludohet e qka. Unë nuk flasë për kurdisje, dhe i sa se nëzot i kanë me pelë për dore. Që thot popullorë, që po është njëre që thot atë. E dyta, po flasin për klube që kanë ra, po. Veronikli ka pas problemet e veta, me shkumin e kryetarit edhe me lamjet borgjeve. Apo, e pat problemin... Din që Vllaznia edhe Ulpiana janë të pa fajshëm në gjykat. Qka do të ndodhë aty? Që ku është njeri që i meret me ato? Une s'mi me folë për atë punë. Bilbil. Une jam të i folë për diçka tjetër. Po bjen Veronikli, po do të dikush me ardhë, me i pastru ato borgjet e vjetra, edhe me vazhdu me punu, apo? Tash, unë e kom bisedu me njës të klubit... Nuk është shkaktari kryesor pozitës Veroniklit aty. Shkaktari kryesor... Në 5 vdeshje Veronikli në mënyrë drastike ka qenë i dëmtuar. O, bilo, shkaktari kryesor, po folim drejt, kom fol me njerën e klubit, është treneri italian që s'ka dit asë qysh me motivu, se po flet njeri italesht. Edhe pik, ne prej problemeve. Duhet me thonë... Duhet vesh me i thonë disa gjona që shështë. Fuli për tjera, sepse me gjithë respektin, por Veronikli tash më karo prej ligës. Kush karo? Veronikli. Veronikli karo prej ligës, po të i bëj ekip për vitin arshëm, super. Me djem 3. Por gjithësësi është aktuale dy ndeshët Llati Ballkani dhe Malisheva shikusim me Suareka. federalitetin, nëse këshim një kronologjike kampionatin e Superligës, 3 gjirët e fundit gjithmonë kontestohen, kalkulohen. Këtë botën jo veç këto. Por na po flasmi për... Të na ka gjithmonë. To 3 gjirët e fundit... Absolut po, ju e keni rastin vjetë për shamull Dugagjini Ferizoj portierit që ka bënë, nuk e merr asnjë denim. Ju e keni ekip sikur Ulpionën, ekip me tradit, që e kanë shkatru komplet. E ke posë raste tjera që më konë 100% ma dyshimta. Arse po të gjërët e fundit, a ki po, sepse po flasim për diçka, ato janë të kalume. Mu më ka do që balkoni ka hejsë në përfush. Unë që kom po të ilu balkonin, për menimin të jam, për styrit të jam që kom po, balkoni ka hejsë në përfush. Që i bje? Si kalon angazhimin e ka posë shumë tëllët, të vogël. Lapi kalu Rusian rullet, kalu me vetë fatin e vetë, se fuqin mundësini ka posë, po është problemi tina. Po balkoni kalu dhe më thonë, e qëtu janë që po të ndikojnë dhe më thonë, nëse drita për shamull hup pe Dugagjinit në dritë, për shamull barazën me Gjilonin, ta qëtu ekipe që kanë një të rëshpres, pi dëmtojnë se po djetë herat edhe ty po të stëpën, po të prejnë. E ki fjallën për ndeshën e avës kalu, me drita Dugagjine. E fitojnë Dugagjin, drita është kampion, tash me këshyrë krasimin, lojt, me gjithë respektin treneri Ismet edhe kam respekt për to ka bo punë tjashtë zakonshme, po me këshyrë kalitetin e dritës, për shamu në dritë me hup, është pak, nuk po më qësë dëllë, po është pak, du të me këshyrë, mënyrë kronologjike du të me këshyrë. Shikust, po këthejmë ku e tha profa, edhe shumë të i fëzë nuk po vinë se po dinë që po manipulojnë lojt. Krejtë e thujnë, qka me shku është punë e kryni? Arse, me qënë se i përmendë të 3 gjirët e fundit, gjirët e fundit do zhvillohet të javën tjetër. Kisha do është në Lus Regjinë nëse i ka gati, pra po i shohim këto 3 gjirët dhe në gjirën e fundit që do të luhen. Me qënë se vetë se përmendë që po dyshon që ka pasur në fakt kurdisje, në cilat ndeshje më sakt me ndonë si pas... Nuk po dyshojnë, nuk gjesë ato shka po flitit, dhe më që e flasin gjithë, se problemi po i shohim javën e 34, javën e 35, po ashtu dhe javën e 36 që do t'jetë e fundit që do t'luhet e djelen. Unë thash, unë kampionatin e përcjeli, unë thash, balkoni nuk e kalu lojën e vetë që e lunë. Unë këto për thëmë, musë vëmë, se për ato janë prokurorët e tësia, ko kalzime penali, janë procedurat që shkojnë. Në infrastrukturën ligjore, mësë jam jurez, ne kemë shumë në regull. E ki nenin 419 që ta përzaktën, ki denim pej 6 mujë, denim 50 për trener, për president, për lejtar. Por dyshime gjithës e kim. Personalisht ke dyshime. Problemi është infrastrukturat të ne që aty ligjore, pse? Momenti që nuk mirët kërkosh, është marrveshja në shkrumne. Problemi është që nuk të ndodhë. Ti merë Olpionën, ta kanë suspendu Olpionën dhe Vllaznia për Zhëronit, apo? Po, Vllaznia për Zhëronit. Merë këshore qatë loj,
Merre këshirë lojtë të tjera që kanë ndodhur njëjtin rast. Nëse mundesh me tuti diçka çaty, hajde pe diskutojmë gjithë. Hetimet janë pushu. Me cilën lojë krahason ata? Hetimet janë pushu. Lejtorët që kanë qenë denun i kanë kthy me lu, është për moment vetëm presidenti është i pezullun, po Ulpiona u shkatru. Ulpiona nuk ka me mujt as ligë dytë me mbjetu që është. Ka qenë Ulpiona në vendin e tretë ligën e parë. Tash çto? A kem dy, a të punu federata me dy por standarde. A ka qenë qatë koroste i njëjtë për shembull Ferizoi me Dugaxhinin. Ja keni, edhe mos gabofsh çaj për tjerë tash mbrojnë për Dugaxhinin nëse s'gaboj. Nëse nuk gaboj, kërkoj folën nëse jam gabim. Apo kupton, domthonë nuk është në rregull. Ti pe merr në qofë një ekip me traditë madhe, edhe çka po bën kërkush nuk jep kurfar përgjegjësie. Çka tash? Hetimet janë pushu. Pra e përmende Ballkanin që unë e kam qenë lojë Ballkanin me llapin domthonë. Ka lejtorët e Ballkanit kanë hecë nëpër fushë. Interesim për me fituar lojën zero ka qenë. A ka po diçka unë s'jam aty, janë organet e tërësisë drejtësisë. A ka po kemi dyshu? Po të bën me dyshu se Ballkani lun lojë tjetër, na e përcjellmi kampionatin. Na gjithë këto e përcjellmi. Bile trajneri tha, njëri kështu në telefon, tjetër në televizor për më shumë përcjell. Apo kupton, domthonë, problemi është çdo që gjithmonë dikush që s'ka infrastrukturë njerëzore, e kur them infrastrukturë njerëzore, nuk ka njohuri, nuk ka njerëz në gjyqë, në të gjyqëtorë, në federat, gjithë po dëmtohet. Kjo është e vërtetë. Sot për me mujt me bjetu, një ekip dush me përgatit për futbol, një ekip dush me përgatit për njerëz. Për me gjithë lidhjet, për me mujt me mbjetue. Kështu shkon. Përveç Ballkanit, në xhiron e 35, pra në xhiron e fundit, a ke pas dyshime tek ndonjë lojë tjetër? Nuk di, Ferizoi se ka lu lojën që e lunë, e tha trajneri çaj kam mujt me qenë çaj moment, ka futboll momentet janë. Trajneri është për këtë punë është specialist, po megjithatë Ferizoi çu kemi përcjell se ka lu lojën, çu do të me lu. Suareka është fatkeqësi domthonë gjatë investim që ka bërë me ra ashtu. Unë jam hi pak kum lexuar domthonë ka federata që i kanë do kritere shumë mira në Kosova që dosht me bëllë këto për shembull nëse ti do më inkuadrupi ligës por Super League dush mi depunu 250.000 euro në federat edhe dush me pas infrastrukturën e rregulluar. Po që botën ekziston në Zvicër smulesh me lut nëse se deponon mjetet. Për ndryshe cili është efekti po hin Super League, Super Ligës po bën me ndran çka po bën domthonë po hub tash jet forca e Suarekës nëse po bim pe ligës apo problema, po kupton. Çish po organizohen për me megjithatë unë për hir të emisionit juve, unë si ish futbollist, po si qytetar jam të përgatitur një padi për në kas për rastin Ulpionës, kam mbledh dëshmitarë, do e përgatis me një padi shumë të mirë, në bazën në argumente, për arsye se nuk është në rregull ajo që e ka ndodhur Ulpionës. Nëse ka pas diçka, unë kam thonë që me një mision tjetër vllavi jam në të koft, e ka trokuar lojën në Çkonburg. Na jem shtet, do të më respektuar drejtën ligjin. Po nëse ka ndodhur çka punë për inate disa individëve është marrë në qofë me marrë trajneri ka punu, trajneri Bylbyl ka punu, salon të kalu. A keni jeni të punu, që do të përfshi? Kjo është iniciative imja, do bisedoj se nuk jam as pjesë e kuvendit, po mos i kumllon kontribut jashtëzakonshëm në Ulpion, na do përgatismi një padin në Kasp, për arsye se me të vërtet, nëse me hetimet janë pushu, nuk ka asnjë fakt, lejtorët më kthynë lojë, atëherë domethënë që këtu bakia për natë dikujt me qitë një ekip i ligës nuk është rregull. Cili rast ashtu për 10 ditë mu suspendua shpejt, pa honor, pa edhe drejta kese. Pa edhe drejta kese. Ajni Feronikli kur e pat rastin me kë Ballkani që anku për atletorin, nuk mujtë në komisione, nuk mujtë 2 javë ditë me marrat vendim. Me të loja për regjistruar dhe sa marrë një vendim, që është vendim shumë i lehtë për shembull, te këtë rast unë mendoj që u dosh me dhon sepse u presh edhe kampionati i grupës B në atë vetë më veç u presh më kanë lu veç qysh me thonë po. Një ekip Europi ligë me ligë, para mendove. Edhe u dosh me dhon kotin fundgar letër zhvillohet kampionati, fundgar i ki argumentet edhe kush do të çojë vëdarsimi, kush do të çojë merë mosat më trapte se për me. Këto janë veti shumë negative për më marrë me trukime, për marrë si po vetëm duhet me jetu në fakt janë trukime. Ti nuk mund e ekip me shtimin me zër. Po. Edhe ka qenë Ramazan. Na e kem luajt, Unë kam ta marrë tash shumë shembull, po ta marr shembull Johan që vjen. Që Llapi Dugaxhini. Nëse luhet futboll, ç'a më ndodh me Llapin? Llapi dhe barazimi, nëse Suareka fiton edhe barazimin, Llapi është në ligë. Ekip Prishtina Malisheva, nëse luhet futboll, e mund Prishtina Malisheva nuk del Evropë, nëse fiton Gjiloni për Ferizojt, Gjiloni del Evropë. Do më thonë ku me ka një jo me të vërtet kalkulime.
Këtë kanë mund vorë. Këto, so kanë mund vorë për lojve të veta, qas kanë mund vorë për faktore tjere. Qka i bjen kjo kalkulime? Që shë i bjen kalkulime? Po nëse pëthu që s'ka me pas kalkulime? Me lu futbol, nëse shkën Dukagjini, me lu futbol, me lu primotin, me lu karakterin e vetë, që Dukagjini shku ka fitu në dritë. Jashtë së mësafere, ka mujtë direkt kampionin. Dhe tash mësë me mujtë me shku me mujtë, me lu më angazhe, mësë me mujtë me mujtë topin. Ke dyshimet e kjo ndeshe? Jo, nuk kam dyshime. Unë po flasë nëse luat futbol, jetë me këshyrë. Për shtatë nuk duhet më gutë, nuk duhet me paraqiku, na po këshyrë më luj. Mu më intereso shumë me ditë me po të fa interesimi ku me lu. Pavarësisht se Prishtina e ka dhe kupën, mund më lu në kupë, që mund me dhune arsytime shëllon edhe në Evropë, po e jem të folë për Kosovë. Në Evropë nuk merën hapat që shmerën të na, për mëna dhe për mëna 2 jove të më. Edhe kështu, Ferizoj Gjiloni. Për 3 ditë. Ta shka, për shamull lëm, Soareka Balkoni, lunë. Edhe këtë, nëse fito Soareka, edhe lopi jetë barës, Soareka, pëshëm, i dike, këto du të me ditë. Edhe këtu janë fakturë, po nëse veç Dukagjini shkon shetitet në lap, Soareka këtë fitan. Profesori e thamë që të janë. Edhe Prishtina nuk dënë mu angazhu, me mujtë Malisheva dhe në Evropë. Do më thonë, janë që të janë shumë sene, janë edhe është halon gore, edhe kush me do në Evropë, po do kush me Europë Ligë, që merren pej faktorë, nuk janë faktorë direkt, që pa gore për shumë Malisheva me Gjironë se me Ferizojnë, ose Soareka direkt me Lopin, po kanë mund vorë për ekipe, kanë mund vorë këtë që shlujnë. Që kjo tabel është në fund me prognozën tonë. Po, me që tabel, që kjo përfundon kështu edhe vitin, edhe javën që vjen. Po mendoj unë. Po nëse profesor Lopi jetë me i barazim, qysh përfundon? Soareka fiton, Lopi me ligë. Veç pak. Une plotësisht muj me kuptu një ekip i cili ka siguru eksistencë që nuk ka lidha te klubi Olpionës. Edhe klubi Olpionës nuk u angazhu, në ta përçandeshe, si ka vi kur gjo, po zharon në orë mu angazhu se ka vi me metë. Edhe ta pse ke fitu, bërë për liga. Qaja është emru si përbashkë. Se liga me 10, me 12, ideja është si nësë për dojna me pranu një të vërtet që është e trisht. Kush do që i shërben kupollës të futbollit Hajriz, ato e në detaje. Thelbi i muhabetit është, kush do që i shërben kupollës të futbollit sot, është i avantazhum. Që kjo është një realitet. O fatkeci po. E lidha me shumë faktorë. Nuk jem dy folë konkretisht. Klubi morë më Problemi është që ato. Por shikus nuk janë privat. A ka mujtë për shumë federata? Mos me dëmtu një ekip që kërë pionën, denojë presidentin, 2 lejtarët, suspendaj. Po pse për qëtë ekipin për ligë? Pse për prish këtë kampionatin? Se ka pas mi shërby një ekipi tjetër. Ju e dini, pse po flasim për një realitet që ne e dim? Unë e kom foltar. A din që shregullohet kjo? A do një zgjërim mitësor që shregullohet që kjo? Me që e ke marrë një nismë. Kosi, kur e merë qatë London, edhe kur e fakton, atu ko me pas edhe një pjesë që ka dëmtu Ulpionën. Edhe që ka dëmtu Ulpionën, dohet me janë gje 2 milion euro për imazhin e qytetit. Edhe masanenaj, kur qaj dënim, bëhat i plot fuqishëm, këto njerës që kanë marrë këto vendime, kanë një përgjithësi. Aja për qa po flasim na, për detaje, unë s'doshta më u fut hiç të detajet që ka ndodhin të klubet. Mujnë me kanë njerëzit oportunista është gjë tjetër. Profesori e tha një shembull, nëse ti e ndërton një ligë që e din që 6 vjet, 7 vjet e ka të njëjtën formulë, edhe njerëzit tashmo edhe mujnë me bë kësi dilla, nuk jem të desh me bë akuza. Po ti duhesh me marru një ligë ku në 6 gjirot e fundit të azon prej vendit 7 deri te vendi 10, ato 2 parat janë me qenë në barazh me këto tjerat. Edhe e rrit rivalitetin, edhe nuk i len as një hapsin, as njënë për këtyne skuadrave me ndryshu. Që ku e ki rastin e fundit? Prishtina e bën një ankes
për një lojtar që merr karton të kuq, rregullori apo parashet dy qysh sak. Okej, ta do të dalemi te kjo, për një ish futbollist që tashmë është vetë jurist me profesion, po thotë që Ballkani, fakt çuçi ka po Ballkani. Nuk thashun që fal se ku jam kujdesim të gjanë. Një ish futbollist që tu ka dogë që Ballkani çuç luan, nuk ka lojën me lloj. Sigurisht. Unë këto po them, nuk ka shqeas, nuk kam informata që ka lshuar se ka lshu. Jo, sigurisht që nëse flasim fal. Jo, veç po do të apo një pyetje që andalloi që 10 vitet e fundit, që 2 gjira, 3 gjirat e fundit, ka lëshimet lojëve, ka trukime, e që ka pas non-stop dyshime, kjo nuk diskutohet. Këtë në gjdo emision, edhe në gjdo faqe e ki, kjo është prezente. Pejse që lutë futbolin, po flasë që kohën e funit, kur është modernizuar futbolin, na po e bëjmë sakt që ku ki tabelen. Nëse vendos të një formullë, se formula vendoset për mos milion gjona. Orlan, vishtë të ja bëjë që të pyqe se nuk po duhe lanë me mikë tema. A dalojnë në fakt këto dyshime, këto që i përmende se lojën e Ballkanit, por edhe këtyre tjerave, me ndeshën e para një viti Ulpiana me Vllaznin. Nëse e këshur si ndeshën, dalojnë shumë, dalojnë se ka për këshyre që ndeshën në Ballkan në lopin, merë në këshyre njëtën ku Ulpianën me pozë, vetëm një dalim është, që ajo ku kanë qenë lejtorët me agjerim. Në mund, plus asoj, asë një motivim shtes nuk e ka posë Ulpiana. Ulpiana e ka ditë që në Super League, ka qenë venin e tretë nëse s'ga bëjt është unë e këmë thonë, edhe në emisionet tjere këmë thonë, merni, hini, veshgani, kontrollani krejt, nëse ka posë diçka shtini njerëz burg, o do të më mësu këj ven, pa i qunë njerëz burg nuk bën. Nuk bëm re, trener, do të me qunë njerën burg, a ke shit lojën, a ke trupullën, shkojnë burg 8 vjetë, tjetëri se bën këtë punë mo. Po jo të për vashfërin e fjallë popullore për dikon non, për dikon njerëk. Nuk shkon ashtu. I ke posë lojt vitin e kaluar trener, i ke posë lojt shumë atë dyshim të asë Ulpiana me Vllaznin e Përzharonit. Krejt i keni, unë i përcjellit çdo natë në emision sërim. Krejt i keni diskutu këtë tema. Ma shumë atë dyshimta. Pas gjirët të fundit, a ka bazë hetuesia që me nisë hetimet për to? Pa ta do i kalkulojnë, ju më sarani se e keni edhe në UEFA dhe në FIFA është një sport zdyshë që kom bjemnin, që i këshyrat kotat e bastore, dhe mon... Po, Fedbet është që i këshyrat kotat në bastore, në bosta së ata mujnë me nicu, është të prokuria, është të një marveshje që e konfederata me... Ata në prezent, mujnë mi morë lojt, mujnë mi shikullë lojt, po, bosta së që kena pas po vjetë, 2-3 rosë që kanë qenë, unë e mene që s'ko kur gjopja se i punë. Po, në basë, qka mund të të menis hetimet veç kësaj? Po, morin ndeshën, në këshyrin ndeshën, mujnë me këshyre dhe qërë ko shumë raste, për me dosh me ikse punë e për i me, ko shumë elemente që mujnë të... Po, qësh nisën? Qësh e kështë nisë ti një hetem si ures? Nëse du të me bu një kalzim penal, mund me bu kalzim penal, kalzimi penal du të mu faktu në bos fakte, argumente, e kia video, ti merë video, ti mund shmi prej sekuencat, me këshyre edhe lejtor që shlujnë, pozicionimi lejtorve, kartën një shëbon me qëllim a pa qëllim, ko shumë elemente, apo kuptan, mujna me full një orë për atë punë, po problemi jo, për që po diskutohet gjdo vetë, si të mos 2 gjirat e funit, kjo nuk diskutohet që diskutohet, se për Ligë Porë së përflasmi, Liga Porë është... Qërët, jem realiste që kjo pjesa është shumë rëndësishme me thonë. Kjo nuk ka të bëj. Njerëz oportunista ka me pos kur doherë. Çështja është si institucionet ndërtojnë asi lloj sistemi, asi lloj veglash, ku nuk lejojnë qaja me bon. Cilat janë ato? Folëm qysh 4 ekipe mujnë me kohë gjithmonë në risk për me ra, që e rritë mundësin, ose ja u zvoglon mundësin që me toleru diçka. E dyta, që është shumë rëndësishme, në konkurencën e vlerave, veç njoni bëhat kampion. Mirë, po qa përfitojnë tjerat? Kur ti shet emnin e Superligës Kosovës, na kena një listë sponsorizimit, që në kushtë normale ishtë dashtë mushit 2-3 milion euro. Kur ti e vendos përfitimi i venit 7 do të me kojnë ndryshëm me venit 4, që jep klubit një motiv për me rujt integritetin e vetë. Do me thonë, kur ti e ndërtonë, se sot jena një ekonomi tregut, po kur na flasim për qëto gjona që i ka bon Europa, se Europa e ka zbulua dhe futbolin, neve na duhet veç... Jo, po flasë për një tjetër, parim tjetër. Forma e menaxhimit ka shku edhe është avancu den qatë mos si klubet, kjo është një ekonomi biznesi, ku klubet do të me kotë nëzituna mi qito vlera. Kur një klub në vendin e 4 përfiton të zomë 200.000 euro ma shumë sa e që përfundon në vendin e 7, nuk ka nevoj mi thonë klubit cila është rruga që dosh me ndjek. Do me thonë, ka plot elemente që nuk janë të inkorporu me në to se njerëzit që sot dhe menaxhojnë futbolin nuk e kanë shqetësim futbolin. Kuptone, kanë kalu 7 vjetë tek
në prillin e këtij viti është ndërtu një strategji e zhvillimit. 7 vjet, 180 milion euro janë zhduk. Na hala flasim për klube që lojtarët si paguajnë. Ki lojtarë që sot janë në Superligën e Kosovës kanë 2 muaj, 3 muaj pa marrë rroga. Nuk e kanë as drejtën elementare të veten se s'kan as ku mu drejtu. Shkojnë, bojnë ankesen, shkon 2 javë, shkon 3 javë, shkon 1 muaj, shkon 2 vjet, edhe ka përcejnë ato. Domethënë, sendet më elementare që nuk janë të ndodh, na e rrisim steken e moralit pse po ndodhin këto gjëra. Na duhet me pa ku është problemi, duhet mu përballë me problemin në mënyrë dinjitetshme, me i thonë zezes e zez. Po nuk muj me heq këtë pjesën edhe me kalu dhe në qatë piksa, me thonë, krejt këtu do të me konë moralistat më dhoj edhe në regull. Jo, ti mund është me pas mrena sistemi mollat kalpta. Po nëse vazhdojnë me ilon në shport tone, ko me ta kolp krejt atë mos të mollave të shnosha që i ki. Që kjo është thelbi i qësoj gjoje. Arsem, nisë me thonë të shka për ligën e parë? Jo, në ligën e parë, për shembull, kalkulimet bëhen jashtëzakonisht shumë. Dihet i flasin krejt bre, nështë kjo ti shkon me përcjell një lojë, thonë hajtë mëso kry kjo punë, është krynë, apo kupton, domthon, qëre edhe opinionin varet shumë çu shkrijohet opinionin. Nëse ti krijon një opinion negativ, është problem. Me dal pi atij rrethi mo. A kupton se krijohet opinioni çasi lloji. Edhe është për çata duhet të më krijoj infrastruktura, për çta njerëz kompetent, këtë rast federata. Kalkulime bën edhe në ligën e parë. Duhet me gjetë kalkulim, sa më pak me dhon mundësi manipulime, sa më të fortë me bëj pajtona me taulantin. Edhe tani shtat me pas fokusin me në vend shtat, ka përfitim, mos më lshue. Na e dim për shembull lig por nuk mundesh me e hub hapin për Super League. Mos ka vullnet, këto rrenë çato edhe tash ai kalkulon. A di pse kalkulon? Se problemi është se çdo njëri këtyre me orë të mjetet, apo kupton? Për sezonin e ardhshëm. Ka pas raste kur u flit për shembull, me një lojë ka siguruar sezonin e ardhshëm domthon. Një lojë kalçor ka siguruar janë fol fjalë në për okulare domthon. Këto janë të rrezikshme, edhe nëse nuk ka kur gjë të vërteta, për futbollin janë dëmshme. Është e dëmshme për kjo për futbollin. Pse na mos me hin veprem për shkak, kemi infrastrukturë ligjore shumë mirë, pse e kemi harmonizuar me ligjet e UEFA-s edhe të FIFA-s. E kemi harmonizuar me ligjet e Bashkimit Evropian. Pse mos me ecna përpara? Pse mos me ndryshu këtë strukturë, me bë me 12 ekipe, 14 ekipe. Mos më ditë kur kush po shkon e kush po bjen, apo kupton? Domthonjë kjo është problem shumë i madh. Ço për shembull, kupën me ta referuar refer të huaj me orë. Ja kanë domthonjë, ja kanë hup referve ton kredibilitetin. Po ja hup kur i shtin ti me gabum me qëllim për shembull. Normal që ju kredibiliteti e referit. Para mendoj për një shtet si Kosova, me pru refera pe oshtit për shkak për një kupë të Kosovës. Është e dëmshme, mos më me fol para provës së trajnerit se janë po ndoshta më mirë me referat e huaj se me u kontestu fituese. Mirë, unë po diskutoj. Është veç do më lidhet se mbas po preket tema edhe më po nuk po na jepet mundësia. Nuk jem në një shtet që kem holiganizëm, nuk jem në një shtet që koma trapaste ose janë gjyqtarë të në të rrezikun. Ju lutem gjyqtarë të që sot finale kanë refru asnjë ekip nuk kem pos ankesa rësoj. Ankesat janë për lojë, na kena pos ankesa, kena pos ankesa ku janë dëmtu edhe ekipet, po gjyqtarët janë njerëz. Po ato duhet merren mosa nga organet. Qysh do të morr mosa? Gabimi më i madh kohë që me formë të shortit i këna fut gjyqtarët, presion i këna fut gjyqtarët që miron një ekipet në stop një gjyqtar ose mos miron një ekipet një gjyqtar për shembull si kose. Tendesha gjithmonë përgatitet. Qysh kemi përgatitur derbi, kemi përgatitur me një derbi gjyqtarëve. Me gjyqtarët që kanë më përvojë. Duhet janë ata, duhet janë paketë në forme, duhet të kanë bashkëpunim tepër të mirë. Jo të shkojnë një gjyqtar në varë vetëm qysh me apo luk këtij tjetrit. Dhe më thonë e kanë shti onën e gjukimet e kanë shti qashtë fort në me mishet e thunit që me me nuk më në merë. Qka me donë për gabimet në varë që kanë ndodhë? Kjo po më intereson që kjo është se të formë shortit shkën një gjyqtarë se në ashtas nuk folin njëtën private edhe kanë probleme se me short nuk është zgjidhje. Që shumë thjesht se u folë e pota atim se mos na ikis telefonit, na pa të mrotin që... A ka pas e s'ka pas gabime në varë? Ka pas në gabime në varë, unë e këmë thonë një tjetër, unë gjithmonë e këmë thonë në televizion tjetër. Varën disa raste të e prish lojnë, të e prish gjykimin në fushe. Sepse të thret për raste kur nuk duhet më thirë dhe nuk thret për raste që duhet më thirë. Këtu janë kanë qenë evidente. Na kemi pritë që vari ka me regullu këtë qështje. I kena diskutu këtu edhe janë, po. Dere so s'kem vëtë. Kretë në Sponjë, kretë në konë varë.
Real Madridin e kanë qitë në top përvar. Po e kanë qitë Gabimet po ndodhin, po na sot ka qenë lëra 11 minuta e zgjatun për shkak të varit. Unë kam thonë që në moment që u fut teknologjia nuk është lesë duhet me punu me teknologji. Duhet me ditë me punu sa aty ki pjesë duhet me ditë me punu. Akuzoj me të pyet diçka drejt. Po Se kanë herë po më duket sikur po flasim për diçka. Okej, je super kompetent për çështjen teknike. Ti a mendon që na kena për një me gjyqtar të pa aftë që me u shëmtu që shenë shëmtu këta? Që kjo është tema, mos u fut të specifikat kështu. Çështja është, duhet me folë drejt. Ata njerëz që jenë ato, jenë shumë profesional, shumë kompetent, mujnë me ka kur nuk kanë presione, kur nuk janë dirigjum, edhe janë dirigjum edhe shantazhum, se në momenti që nuk i shkon për vije sistemit, a i bëhet delja zezë dhe ekzekutohet, që kjo është e vërteta e trisht. S'kena na nevoj me thonë se spedim na që a i se din, që masi ti bje pipit nuk u zonë me leju një gol mund gjeha. Është pa mundum na me menu që ata nuk e din. Ata e din. Realiteti është që ky. Qysh po tham që mrena notës, mrena ditës nuk bëhen ekipet, as mrena notës, mrena ditës nuk bëhen gjyqtarët. Edhe për ata gjithmonë këmë thonë, gjyqtarët janë sikur zojt pa pull, sepse deri tash e kishin formu atë formën e që kanë formu që është jashtë çdo rregulle, nuk mundet për anote më formu shoqata pa kohë ftun ketë gjyqtarë të futbollit, ketë veshgues të futbollit, se shoqata e tyre. A pra po mësu që se dim se ka ndodhur? Nuk mundet. Po s'po më interesohet me ditë ke fundit se ata i kanë bërë, ata duhet më dhon përgjegjësi. Po të do të flasim për çito është esenca. Në moment nuk e kanë më drejtën mu anku, se ja kanë mbyll dyrt vetvetes. Klubet kanë lypshot edhe ju bëh mirë tash. Kjo është esenca, që kjo është thelbi i problemit. Kanë shkel mi parimet e veta. UEFA, FIFA mundohet me na ngrit, na jena këtu lujm Europa. Po ti apo mendon që këta se din që shkon rregulla? Këta e din, po që shtu munden mi majt në sun. Hajde sekurimi të referimi një çështje tjetër është. Në ndeshjen Malesheva Suareka. Po, më bëni një pyetje edhe nuk e... tutna. Jo, veç deshta me thonë se shpesh herë po taulonti po e përdor njerëz që janë aty oportunistë e tjera. Edhe unë jam që aty taulant. Nuk jam oportunist. Ato më kesh kuptuar. Jo, klubet. Klubet. Një klub, për çata pse se lënë fajin klubet. Se një klub mundet me ka një president që është biznesmen ose diçka. Ai është oportunist, ja don të mirën klubit vet. Po nuk është çështja që na duhet me gjyku presidentin pse po ka qef që klubi vet me fitu. Ndoshta edhe me këto metoda që janë të lejume. Ama unë ja la fajin institucionit që nuk e parandalon qito. Do me thonë, mirë që më qitë e sakë se nuk e kisha të pjesë asoj. 2-3 jare tash të skjarojmë. Edhe te klubet kanë lyp me u hjek delegimi referve mu qitë shortja. Pse kanë lyp? Veç pa. Pse? Ati pse kanë dosja? Po unë e spedibe, zonë e po dhëmë qatë, pse po dhërë. Po thua edhe jam, kur po vjen pyetje me të fortë dikush po thu jam, kur jam pyetje po thoya nuk jam, nuk pedi. Po unë që me në organizuar. Moment që kanë lyp klubet me jek shortën, do më thonë mos besim i komisioni delegimit, a mos besim i federatës, a çka vjen pyetje? Që ta gjyqtarja, nuk kanë tjetër, nuk kanë mujtë me nru. Aty, moment që kanë lyp klubet, mu delegu me shërë, i ka u besim aty njerëzve që e bëjnë delegimin. Sa njerëz i ka u besimin këtë futbol, në këtë shtet, na du të muqu me bu protesta. Po mirë, po veç po thamë pse... Dalimin mes neve edhe perendimit është që në perendim. Ligji respektohet në Kosovë, ligjin e thejnë. Çdo ditë kemi na raste tjetës përditshme. Unë po du me thonë një sen tjetër. Gjithmonë ka qenë me delegim, referta, po, ka pos ankesa. Klubet jënë që ka mënë, po dojnë me shërt. Që me shërt, prap ankesa. Me var ankesa, pa var ankesa. A dini pse? Se s'ka konsistencë profesionaline për klube edhe s'ka konsistencë financiare. Kur ti pret që ki me jetu për i pareve dikujt, pse po bjen për i ligës ose s'po bjen, s'ka ty mu futbol. Unë e rasisht nuk e përmena
merreni ligjin, klubet në Zvicër që janë. Kime pagu në fillim të vitit, me deponu paret, me cilat kime garantu që ato që pëtë tale që ka lojtarë që kanë marrë 3 muj, ka mi marrë për që atyt paret, rogat. E hajtona në qëfë se do të bën që se do në mos bjen. Për shembull një rast ku kemi këtu që çka ka ndodhur tek çështja e referimit. Moment që e Po du ju prapë më qitni të referimi, prapë më qitni të referimi, unë ekspert i referimit që jam. Sot për thëmë, në Angli, varë është ma i kontestumi se në këtë botën. Në Spanjë, Real Madridi me mujt, bombën jashtë të varit. Sigurisht. Se shpikove na. Shpikove na. Mirë po, ta shka po du me thonë. A dini shka është esenca? Këtë futbol me ngrit. A dini shka është esenca? Na të fëmijët me anis me ndru sistemin. Se që aty e kemi lugë, jo na, këtë Evropa. Këtë Evropa. Sa që në Gjermani kanë fillu trenerat me qitë pankarta në për gjveshtore në përsane, që aty është problemi. Tale dha bol mirë, me ingrit që ata fmit. Se na dhe që aty jemi të dështu dhe jemi të dështu shumë. Na shkollat e klubet i kemi bo fabrika. Fabrika ku shkojnë fmit. Kvantitetit, me pagu, edhe të na dalin, ty përdor, edhe gazetar, në për portale, majnin men këtë emën. Ku po lunë? Regioni Prishtinës, grupi C, o bo kampion, do me dhona aja së në play-off nuk mërin, se duhet me dalën Ben, o me dalë play-off. E dhona të na thojnë, kjo është lojtari mirë, s'pe marin, që aty është problemi. E kur të rritën që ata që është duhet, që është e merit na, atëre ka me pas kvalitet në të nëndë. Po, pika kyqe si mbas meje, pika kyqe qëtë, është që s'ka menaxhim të mirë të financa e mrana një klubi, se s'munët një klub me pagu me miliona e me luftu për eksistencë, a tjetëri që ka pak menaxhimat mirë. Pse? Se e ka kryetarin, për shallë Ferizoj që ta ka dheq, handballin ligë të kampionve ta ka dheq. Ferizoj ka linë kundër Gumersbaut ligë të kampionve. Ka afinitet për udheqe, është klubi shumë stabil. Që ato po du me thonë. Ato lanë mos dalim të kërkjerë, se e kemi një foto që kësha dosh me diskutu me Hajrize. Vesh ta bëj një sëqarim, fillimisht. Kryetari, po dojna me i temet që do të në zhvillu. Vesh ta bëj një sëqarim për këtë fotografi që po e shojmë. Është në një ndeshje ku ishte mjaft të rëndësishme. Ndeshja mes Malishevës dhe Suarekës. Malishevës i duhen pikët sigurisht për daljen e Evropë, në anën tjetër Suarekës për mbijetesë. Por gjithashtu nga kjo ndeshje janë varur sigurisht edhe dy ekipet e tjera si Lapja dhe Gjelani. Po e shojmë që janë ndërruar referet. Po e shojmë në alt, janë deleguar referet e tjerë, nga këta në alt, janë përcaktuar me short që do të referojnë disa nga ta, janë zavendësuar me këta emrat që po i shojmë me Gjelbert poshtë. Pra, kemi të ndryshime në formacionin e gjashtë fillimisht ta lexoj një statof, sepse emisioni favorit ka marrë edhe një përgjigje nga kryetari i komisionit për delegimin e referve, nga Neha Volli, i cili ka bërë një sqarim për emisionin favorit, sepse ka ardhur deri tek ndrimi i këtyre referve. Rezarti në short ka përfunduar në varë, por ai s'mund ta mbuloj këtë detyrë, prandaj edhe është zëvendësuar si gjyqtar kryesor, pasi kryesori Lirim Jashari e kishte një rast, kishte angazhime familjare jashtë vendit. Kemi bërë kombinime rokada në këtë ndeshje tek asistentët, pasi kishim mysafir përfaqësues të UEFA-s dhe ishte mundësi e mirë t'ua japim rastin që ta tregojnë veten para tyre. Njëri prej ansorëve ishte deleguar për në ligën e parë, por meqense liga e parë luajt sot dhe sot kishin për të larguar nga Kosova përfaqësuesit e UEFA-s, vendosëm që atë refer ta vendosim në Super League, në ndeshjen Malisheva Suareka. Shpresojmë dhe besojmë që referet e kanë kryer me sukses punën e tyre, ka thënë për emisionin favorit kryetari i komisionit për delegimin e gjyqtarëve për Super League dhe për ligën e parë Gani Havolle. Një koment, Hajrez. Për mu personalisht, kur lut kampionati, të gjitha akterët që në futbol, lojtar, trener, doktor, terapeut, këta që janë rreth ekipit edhe në ekip, aty bojnë pjesë edhe refert. Nuk mundet me pas obligime, kom obligime kënej, kom obligime anej. Kur s'mëjnë si trener me shku për vikend, që 30 vjetë me fëmijët e mi kërka, keni me najtë edhe ju kej tjerë që aty me mu. Mendimin tem për japë. Ta shqysh është me këto regula edhin...
Hajrizi ma mirë. Pajtosh, Arpënar që nuk është serioze në një ndeshje që është mjaft kritike dhe... Unë e thash mendimin tëm. Aja shqyty më panaj, me përmenu UEFA në është arsitim zyrtar i një institucionit kredibil që i ko 25-6 milion erën vetë që i shpenzën. Ma nuk është arsitim, a i moni, kështë që arsitimi është kë. E hjekën. Po, varë shkryj këtë. Por a i tha që për qëllim të mirë që me pa UEFA. Jo, për ato s'po flasë, fola unë e kum po dhe e kum dit që rezorti është në kërë. Do më thonë është në shkollim si për në të UEFA. Në bo sa e dit që është edhe Albini, sa e kuptova, se Albini nuk është atjera s'ka po ndryshim me tonë. Edhe është shumë e mirë se këta UEFA, FIFA i ka lemru federatën tonë që mas pokti sa ata nuk i hypin ato aeroplanit dhe me thonë hajtë se po nisëm sot. Mas pokti besoj që i ka quj mail zërtojnë një 2 javë ma heret që kanë me orë për këta dje me i veshgu në një loj mëqme Superliga po ligë të parë, që pesh, ata dojnë me po konstruktën, dojnë me po qysh një gjyshtar dojnë me refru për shamë në futbolën në Kosovo para shikuze, para ty nëse testet tjera janë të i kry, shkollimi janë të i kry në Zvicër. Në këtë rast nuk u dasht rezorti më fundë shërtfare. E ke pas lojt jotë parënsishme, u konë në nëseshme, po jo si këto lejt tjera, për shamull, ka qenë një lojë, për shamull, Feronikli Prishtina. Ki mujt direkt mi qu, me arshtu, me dorë kytore komisionit, para delegimet, me do këtë arshtu. Toni jem të mënu me ngrit, du të më mënu me ngrit qashtë në referimit, dhe mi qu këta djem. Këto ato mi qu direkt pashosh, mi kalzu, e kemë se du të mjallon një lojit. Ata me ditë që kemë shërë pa ta në marë, ata me pasor dhe me po këtë djollë varë, të taj gojnë të boja, a na për ju e im të shpenzua. Kjo është etika. Dhe këtu ju ka ndosh lirime për fat, ju në këndeshe, për lirime edhe lojnë. Pse po thu që nuk e di? Lojnë, Soareka, këta nuk e din të mëntoj, po të garantoj se këta merën e punë, nuk atje, nuk ose kur të na me këqyrë që po furë. Hajris një pyte, a është ma letë për një arbitër me referu në baraj, a në një finalet kupës? Cila ma e vështirë? Një finalet kupës. Ma e vështirë? Jo, ma e letë. Ma e letë, pra, po pra. Me e letë me referu. E pse vjen i finalet kupës nga jashtë, kurse në baraj mujnë me referë tanë. Edhe lirime është janë shtete me siguri ka shtutime edhe derison Kosovë, nuk i kontrata. Nuk i kontrata me federatë. Pruaj vendim definitiva? Cili, jo, nuk e dim. Tash e ndëgjova në emision. Si do që tjetë, që të përse që i ka në këtë drekon, do më thonë dhe e kupton mëndësin. E kuptojnë mëndësin të në kam zonë, e rizi. Lirime edhe ndeshën, nuk ka qenë ndeshën para në jova ku u luvë Soareka me Lopin, u koj delegun, u zavënsu lirime, së është, ju ka të regu me ko, po këtë le me kuptu so janë komisionet e referme, komision delegimi, so bashkëpunojnë, so i kam të dëmo këshillë profesional është në kontakt me komisione e referme, se këta djem kam në pos një kontrol, kam në pos një mbikqyrin nga UEFA FIFA. Edhe këta dosh, jo me ina të kuklat e a për rok fote, as për rok fote, do me thonë mu delegu. Edhe ta është momentin këtu e kem, a kem shët, as kem shët. Do me thonë këtu shorti u ratë për me bon këto që janë kod detyrun këtë gjallë me qitë me rëdhru një ndeshje. Unë për të garantoj që janë kohë detyrum, nuk kanë guzu kja gjendë UEFA FIFA me deshtu. Këtë du të me thonë, me ditë, pse me pru punën kështu, por ta po thonë edhe që lirimi ka qenë jashtë shtetit. Ta po thonë që lirimi ka qenë jashtë shtetit. Edhe një ndeshje majtë, edhe ka lejmëru. Po komisione delegimit nuk e ka ditar, do është dhe komisione delegimit, se ku t'ja shenë listat, këshinë profesion, nërja që e ban listën e qëntë, qërë komisione delegimit, që ta gjyshtarë mujnë me referu, gjyshtarë të jasë më në referu sa kanë... Hajres, po, edhe një pytet fundit, a ka ndiku referimin të këndo një rezultat, po? A ka ndiku referimi të këndo një rezultat në gjyrën e fundit dhe a ka pas ndo një rast diskutabil? Jo, asë një rast nuk e se ka pas diskutabilit që kumë pohën, po nuk du dhe riso ekipet kanë pajtu, do me thonë, kanë pajtu asë nuk ka një asë i zhurëm, asë nuk pëdu mi cekë, së pëdu me moru në kumpirë në nëzet, me vendojnë dorë tam, pa kur fa interesi. Jo për dishka, kanë pajtu, kanë pos gabime ndeshje, edhe nuk u anku askush. Edhe të kjelloj për Fatmir ka shku pa ankesa, po dhe qka du me thonë kjo? Që du me thonë? Po. Du me thonë tash, a janë klubet kriminelle, a janë rëfet kriminelle. Tash në du me thonë këto
Kështu buk falesht. Okej. Nëse një ankesë nuk e kem, kur unë pyetje dëmtohen, do mos zgjedhen fol. Çfarë duhet me dalë ofertë edhe me sulmu. Pra po që ka pas raste, por që klubët nuk kanë dalë me reagu që kanë reagu. Jo, nuk kanë reagu, asë reagim. Thash që kem me një ndeshje, kem një penalti që për mendimin tam nuk ka të bëj me penalti. Kem një që dosh me unë karton e kem. Pse mos u reagoj kur është një xhiro para përfundimit? Pse s'kan reagu? Klubet është të thënë, në përsta thëmë, kur nuk kanë fakte, as nuk po du me në këshe. A kanë po interes ata më angazhu, as kanë pas më interesu, të ke funit ata e hupin shikus të vetë, edhe e hupin lekte vetë, për shembull. Mu mas fakte po më interesan e punë atyne, unë e veç deshta me me pas do që të rasta e nëzbisajnë qëtëm. Kjanë deshëm, qanë nëse të kishë pas gabime. Jo, me pas do që të rasta në gjirët e kalume. Janë kohë 2 zotërë, të efës fifës, edhe me orë para një ndeshëm, së shamë me pas gabime. E shtenë edhe gjyshtojnë, se ndeshëm e nësish me konë qësë jovës. Me pas do që të rasta në gjirët e kalume, a kishën me reagu të klubet? Po që kishën me reagu, mës të shko gjiro e leta? Kanë reagu më herët. Kanë reagu për gjithë shka. Kanë reagu për gjithë shka. Kanë reagu për gjithë shka kanë reagu. Pse mësë me reagu në këtë javë? Ure se s'kanë me të reagu asjohen që vjenë s'kanë me reagu. Po që atë është një bukur futbolli, se ketë me dyshime. Oke, do të vazhdojmë edhe me ndeshje tjera, Dugagjini Ferizaj, Feronikili 74 Prishtina, si dhe Gjilani Drita. Prof? Tash, u analizun në gjitha aspekte, thuje se kjo gjiro, edhe unë mendoj se kjo gjiro ishte gjiro e ma interesante, gjiro e vendimtare, gjiro e që i dha në gjyrë kampionatit të Kosovës, dhe tash kjo gjiro e radhës për njohësit e futbolit, edhe na gjithë tu, thuje se 99% rezultatit mujnë na gjithë mja qëllu që do të ndodhë gjirën e fundit. E qka do të ndodhë, prof, pra në gjërën e fundit? Po tha profa, tabelat e jetë së shiet. Tabelat është së shiet, tha profa. Dhe thjet ajo tabel që u pa, dhe thotë kjo tabelën. Prof, jo, Dugagjini, a fiton Lapja Dugagjini. Unë mendoj Lapja fiton. Prishtina Malisheva? Malisheva, unë po mendoj që kjo ndeshje do të fiton Malisheva. Ferizaj e Gjilani? Unë mendoj që fiton së është me rëndësi këtu, të 3 rezultate mund t'jenë Suareka poshtu Suareka Balkanit, që kjo është ma interesante. Fiton Suareka dhe Drita Se fiton Suareka, prof? Nëse nuk shkallu këndër Lapit, po mendoj që Suareka ka motiv me fitu ndeshin këndër Balkanit. Faktën me shpresue. Në ndonjë gabim tjetër. Lapi Dugagjini, se nuk të gjova nëse Lapi Dugagjini mendoj që fiton Lapi. Shëshoni, Dugagjini është ekipi që ka siguru ekzistencën teoretikisht, edhe kishte me qene pa logjikshme me qëfar motivi mund të shkoj ta largoj një ekip nga rangu, por arsye se kjo ndodhe edhe në Evropë nuk shkon me kapacitetet plota, sepse nuk e ka atë motivin e ekzistencës, sepse... Mundet me dhanë premia Suareka, që është e lejushme në futbol, prof? Mundet me dhanë premia Suareka, mundet me dhanë premia, këtë regull. Motivi i lindun, edhe motivi... Premia përfituar. Barcelona u bo kampion, lujti me Villarrealin, me një mdhenqën më të fort. Hupi lojën. Ndigjoni, jo, kjo do në gjitha. Advokatit krejt që ka fëllit bëjli me një fjali, tha. Ndigjoni. Nuk shkon e motivume edhe? Motivi, jo nuk shkon. Motivi i lindun edhe motivi instrumental dalot. Instrument, mjeti edhe motivi i lindun është motiv një 5 herë më i fuqishëm nëse dojmë me motivu. Prandaj shkosh prej një qyteti, në qytet tjetër, ta largosh prej ligë, nuk... Motivi Lapit është shumë e madh se motivi Dugagjinit. Edhe në këto ndeshje vendos motivi, kryesisht, nuk diskutohet as pak. Domethënë, e pa logjikshme na këtu që merrem me sport, me mendu se Dugagjini mundet me fitu. Po, Drita mundet me fitu Lapin si kampion, sepse motivi i prestigjit po ashtu është motiv i lindur. Kurse motiv instrument, mjeti që e pagon apo e stimulon në një klub, a është motiv i përkoshëm, i shkurt, jo i fuqishëm, jo i plot, me luftu për të tërkend si mercenar,
unë mendoj se nuk e ka logjika, kështu që është e qartë. Tabela është ajo mbetet. Kush përfundon barazh, prof edhe kush vjen për Superligës? Si? Okej, se ta ndërprejta. Jo, mundesh. Kush përfundon në barazh dhe kush bie për Superligës? Unë mendoj që në këtë gjiro paraprake është vendos kjo tabelë mbetet e njëjtë edhe unë prap mendoj që Llapi do të jetë në barazh. Dhe barazh gjithmonë kanë përparësi ekipet Superligës. Në barazh cilësia është dukshëm më e madhe dhe në favor të Superligës. Po në Evropë ku shkon, Malisheva apo Gjilani? Unë mendoj Malisheva ka qenë 90% kampionatit në pozitën e tretë dhe pa logjikshme është me lëshu në ngjirën e fundit. Shkon Malisheva në Evropë edhe mendoj me plot merit, ekip që është menaxhu jashtëzakonisht mirë, kurse pjesa tjetër kjo, unë ju thash, shpëtimi kishte me qenë sikur edhe të kishte me rregullor edhe një apo edhe dy ekipe me barazh me lut. Atëherë kishte me qenë këtu ishte diskutu për formën, mënyrën cili do të shpëtoj, për numrin e shikuesve, organizimin e shikuesve, sa shikues, sa bileta do të shiten. Kjo është qëllimi edhe i futbollit. Nuk është qëllimi, hajde ta përfundojmë sa më shpejt edhe mandej merren vesh dy vetë thonë apo e bëjmë ligën e parë me 15. Jo, thotë ka 18 se për na mbetet dikush edhe kështu nuk shkon kjo punë, do të me pas arsyetim. Arsyetimin, kjo është ajo pjesa për cilën Malisheva se ku me lukun në Prishtinës. Okej, herës të japë kanë Iran që që kush mendon që kanë me shku në barazh dhe kush vjen prej Superligës. Taulant, shkurt. S'kam hiç mendim. Samre. A s'don me mendua apo? Jo. Po habit na shumë se patëm një përgjigje zyrtare, një letër prej asifare. Po kemi veç edhe një xhiro. Po kuptoj që e përgjigja zyrtare, për shembull, njerëz që kanë minimalisht inteligjencën. Taulant, veç thuma çto kthemi mandejta ajo. Kush mendon që përfundon barazh dhe kush vjen te Superligës? Vazhdimisht jam i shqetësuar për sanet që ndodhin në futboll, veç kur i shoh asifare përgjigjesh, arsyetime. A din sa shumë arsyetime. O Taulant, tregoma më re. Nuk kam përgjigje, s'kam, refuzoj me pas përgjigje. Refuzoj me pas përgjigje se di. Taulanti më fal, Taulanti është i obliguar me dhënë mendimin këtu, jo me refuzu. Unë thash Suareka do të përpjeka 3 herë nuk ma dha përgjigje. Mendimin e dhash në mënyrën teme e para punë se dyta po më thoni me bë prognozim. Po. Është e pamundun. Parashikim, Taulant, kush vjen dhe kush mendon, se pas mendimin tanë, se gjithmonë ke një mendim. Parashikimi nënkupton marrin përsipër gjitha rrethonave që i njeh, që të njoftona për futbollin tonë. Pikërisht ta beson boja përgjigje. Duke një shumë pra nëse ndron mendin. Jo, nuk kam ndruar mendin. Taulant, unë pres mendimin e Taulantit kush largohet e kush lën barazh. Kjo është më rëndësi, sepse po më intereson si pjesëmarrës në këtë. Le pak kohë të mendoj edhe ta përgjigjem. Okej, le të mendoj Taulant. Jarmënar shkurt kush? Unë s'kom prognozu kur vëlloj, as s'kom lut prognoza, as nuk lut. Një parashikim. Parashikim. Si një si futbollit sigurisht. Po tash sa po dim na futboll, tjerë po din më shumë, ai futbolli o bo si vlerë universale, edhe furaxhi, edhe doktor, edhe krejt, ma shumë din sa na. Arnori ka qenë gjithmonë i saktë në na po flasim, po në bazë kësaj që po shifet, mundet me ndodhë çdo gjë. Bilbyli dha Suareka e mund Ballkanin. Tash nëse i kthehemi që këtu në fjalëve që tanë koni jemi të marr me fjalë, Ballkani thot, unë du me mujtë Suarekën se rivaliteti e para e dyta, kryesia, gjysa e kryesis ka ndollë Suarek e tjera e rivaliteti me rana një qytetit që është. Prishtina du të me lujtë me Malishevën, apo? Nëse fiton Llapi, Malisheva e mund Prishtinën, veç ndronë venet për mdo. Prishtina bjen, Prishtina del Llapi del në barazh. Takimet ndërmjet veti si i kemi, sepse... Jo, Prishtina ka përparësi. A ka përparësi? Prishtina është e siguruar. Malisheva apo Gjilani? Prishtina nuk rrezikohet. Prishtina nuk rrezikohet për barazh. Nëse është qashtu, unë e menoj që kjo tabeljat. Okej, po në Evropë kush del? Malisheva apo... Okej, Malisheva, si pas jaj. Arsen? Na tash sa treneri se njohëm i futbollin, se treneri pak... Jo, se njohëm na... Pak treneri na...
Në goditi pak shtë në brez. Jo. Unë veç po flas, çka po ndodh? Ka një lloj mendimi si futbolli është ekskluziv veç për Doçi. Ka drejtën, unë Futbolli është vlerë universale. Mirë po. M'fal, lutem, futbolli është vlerë universale. E këtë botës, e këtë njerëzve, e këtë ngjyra, e këtë racave. Mirë po. Kur fillon dikush me u morë me futboll në detale, a futboll s'ka këshyr asë në shpet vete, e jo mu me thonë që u morë me futboll. Edhe ta kryp menjën tënë ditën ty shfrytzu rjetet sociale, se i ka dorë, që janë seni ma i rrezikshëm në një shoqëri. Aja diçka tjetër. Qëtë ku është advokatit e tregon. Juristin, se më Juristin, aj që i ka një mjet të informimit të ndorë, aj ka forcën në këtë shoqëri. Edhe aj mundet me bo qka dënë. Në emën të fjallës lirë, që shpesh s'ka lidhe me atë lamit cilin e komenton. Unë e veç ato e kom probleme. Po relevanca dhe sa mesh ka komentimi, një mendimi që amnit e vesh një fjallë që thash në ere ligje kë. As një ere. Se marat drejt. Okej. Vete që ke pyetja, jo, më falë se desha me marrë një mendim prej gjithëve, se po mduket që gjithë po mendojnë që Llapi mbetet në barazh ndërsa Mali Suareka bie. Arsen, Hajres, nga një përgjigje të shkurtër. Unë mendoj që pajtuna me profën që e tabil të tjetë për arsye se Llapi ka një motivim, jo motiv shtesë, po baki Llapi e ka lojën e jetës, domethënë, është e funit është. Është domethënë Suareka unë mendoj që ka me hupi balkonit. Por edhe ashtu kështu balkoni Suareka është një qytet i vogël, dy ekipe, unë mendoj që është pak probleme që në dyja të Super League. Në tash me kështu aspektin tjetër. Edhe mendoj që mas pakti një barazim ka me dol, po me fitu Suareka nuk fitet. Mitrovica i pat 3 ligë. Hajres, është shkurt jutna? Se di unë me 22 lunë finalja e kupës, apo? Po. Këtu i kemë domethënë Llapin edhe Prishtinën, dyjet i kemë që kanë me lunin ndeshje edhe kanë me pas lojë, ata kanë me lunë për me dalë në Evropë. Dhe aja ku më ndiku më ndaj edhe për Llapin, sepse Llapi nuk e ka të letë lojnë, sepse mujnë në post premia ekipet, lunë se cilë lunë të është për interesat vetë. Do të flasim për kupë, po fillimisht veç kush mendon se... Po për shta deshte se vinë se para se këtu lojë janë mas kupës. Do më thonë fillimisht këtu edhe për shta po më dohet me bo analizë qësoj. Llapi nuk e ka letë me Dugaxhinin fare, sepse Llapi të vinë veç fitoria. Llapi me barazim dhe fiton Suareka, që Suareka me balkonin nuk ka qasje tjetër me çdo kush me këshyr, me prit rezultatin. Si që të mbëltoria juj, si që ti bëjmë pak reklam, në Konak, në qëllë se ti a qëllon këti rezultatit do të vim edhe gjitha ato i bëj unë në Konak. Në qëllë se kjo rezultat po vjen Dugaxhini me mujt Llapin në podjev. Nëse ke lujt në ke referu shumë gjatë, motivi eksistencës është motiv dominant, motiv kryesor. A fitoj balkoni shkej mujti ferizoj mrana? Kush? Balkoni. Po, motivi eksistencës, cili është motivi eksistencës? Do më thonë, motivi eksistencës është diçka tjetër. Balkoni ka sigurune, edhe ke lojë tjetër, edhe ato e ka pas sigurune për me do. Mbetet basti për në Konak. Nëse morëm që s'dojnë me lohu ato para lojë. Po balkoni për mendimin tem, ka lu për Malishevët. Në qëfë se kjo rezultat... Raportër shumë mirë me Malishevët. Pa një keq kuptim. Balkoni ka lu për Malishevët. Po e pranon bastin, ajo. Po më? Po, mirë, shumë. Prof, kemi qenë një natë dhe na ke munguar, realisht. Se jo, prof. Do dalemi edhe te kupa e Kosovës. Që aty në të Kallëzovës është një gjirë shumë interesant. Të Kallëzova në gjirë që kanë munduar ekipet, jo është pelojës vete e pelojëve tjera. Që aty është urejt shkaj mirë, urejt gjyshtarëve të shkaj këtë mirë. Vetëm një ndeshje vendos, Hajris, për e gjirëve tjera, vendos për eksistencë. Ajo është Llapi Dugaxhini. Vetëm kjo ndeshje vendos për eksistencë. Po e ki fjore edhe për Evropë. Edhe për Evropë, po. Edhe Prishtina, nëse Prishtina e mund Malishevën. A ti jetë kështore të? Cëlla ndeshje? Llapi me Dugaxhinin, përdojmë ka me qenë tamam ndeshje. Po nuk dijen, faktikisht kanë më po delegimi po në ditë ajte. Maçarnjaka, që që pata që kanë Tiranë, do këtë është të nejtë aloje marim që të... Do të flasim edhe për kupën e Kosovës. Llapi do ta ketë Prishtina një mundësi për medalën e Evropë përmes kupës. Prof, kush mendoni se ka me fitu të ajte në stadiumin Fadil Vokre? Prishtina apo Llapi?
tradicionalisht Llapi lun mirë në Prishtinë. Edhe Llapi është ekip i cili unë mendoj që nëse siguron ekzistencën e unë jam I sigur që do të siguron barazhin Spaku, kurse në barazh nuk dihet. Një loj është, para te unë në fillim thash, për me vendos cilësia duhet 2 loj në ndeshjet këthimit, barazhi, sepse dojmë me nxjerrë ekipin ma cilësor që të mbetet në elitën. Jo një rast me fitu lojëm. Jo një rast me fat, po, sakt. Dhe në kup unë po mendoj që Llapi ka fitu ndeshjet e ma parshme me Prishtinën këtu disa herë, nuk është edhe ma herët. Po mendoj që në këtë finale është vështirë me u përcaktu, po them për kupë është shumë vështirë me prognozu tash, një përparësi të vogël terrenit mundet me pas Prishtina për Llapi mirë në Prishtinë. Nuk isha mujtë me prognozu të 3 rezultatet janë aktuale. Sigur, që 6 referi kitë hujtë, që kitë Kosovës. Informata e re është e Hajrisit, e Maheret e ka ditë, është unë po mendoj që nuk ka nevojë refer të huj me referu në Kosovë, se kemi shumë refer cilësor. Vetëm ata duhet linë qetë pa presione anësore, anësh me I vendosë, sepse unë po mendoj që gabimet që I bën arbitrat, referat tanë, kanë bërë në presion. Shkurt. Se, mos me qenë në referat të tonë, që s'pja bëj ekspertë, ty po ta bëj si profesor, me një kontribut. Eksperti e din shumë mirë pëse do, nuk është prej mos dijes, ty po ta bëj pyetje si profesor, si edhe si trener. Tash mu përgjegjë, unë faktorët subjektiv të cilët ndikojnë në vendimmarrje aty, sepse po them Arbnori tha Vari është I kritikum në Spanjë, Vari është I kritikum në teknologji, jo në subjektivizëm. Subjektivizma në VAR as në Angli as nuk ka, ta paraqet figurën, tregon sakt, këtu është gabu. Të na pozita vendimtare shihet qartë, para një viti kemi pa edhe trajektoret kanë qenë pjertas, jo paralele të tërheku në mënyrë geometrike të drejta. Po kanë qenë joni me ato të Europës veç emërtimin e kovarë. Jo, po këtu është vrejtje në vendimarrje, nuk është vrejtje në teknologji, kurse atje në Angli në teknologji, thonë edhe gabimet e referit janë loj, kështu në kuptohet në Angli. Do me në qëllimin Kosovë, jo gabimi teknik, po qëllimin. Po, shqyqani, tash në një ndeshje, unë thash, krejt këta ekipet janë në kur në varë, veç, po mendoj janë në kur refer. Vetëm se kur shini në një loj, një ekipi cili shkon në Evropë, dëmtohet në mënyrë brutale, ajo është vërtet unë se kom digju Hajrizin për ndeshen një penalti. Profesor, kemë ankesa, edhe çdo lojë kemë pas ankesa, edhe çdo Champion Ligës kena po direkt që kanë ndiku në rezultat. Po nuk është mos e vorit, po teknologji. Tash po u vjen pyetje me e interpretu dhe rregullën përmes vorit. Kena pas gabimin në interpretim rregullorës, njëjtë gjë, edhe në Kosovë ke njëjtë gjë. Po nuk shkojnë më short, bëhet ekipa. Ko shkojnë gjyqtarë që janë një për tonë për një betohen aty dhe hinë fush. A di qëfar nuk të bojnë Hajriz, tanë kohën, je ka e përmend shortin. Api sytë se ke në funit, dorë mirë se e këna maksimumin. Hajriz, je ka I gjenë vretje pandër prej shortit. Shorti në aspektin e drejtësis, shorti është paraqet nivelin më të mirë të drejtësisë, nivelin më të lartë. Jo, nuk e banë se pse o jeke ka njësë se duhet me rrasë gjyqtar, nuk u zëmë me shorë djeni gjyqtar, që ko gjithmonë ankesa aty, kemë rrasë gjyqtari edhe pa e do këtu ekipin. Ja, me shorë po heket, kujti bjen. Nëse ishëm duke diskutu të kupa. E kemë 4 lion, gjyqtari maj mirë që e kemë në Evropë, gjesë muza nuk delegohet. 4 lion. Lutëm. Qa presëm në? Qysh presëm nesta? A i kura poshë në qitë lojt me drejtën shkaktari kryesor I këtyne probleme, këtyne ankesave
të klubeve për ndarje dërtësis nuk është të re që ajë me shoh. Nuk është ajo kryesore. Okej. Taulant, me qënë se nuk në edhe një prognozë ose një parashikim të Superliga, nuk është shorti faktori. Në vjen interpretimet të UEFA-s, FIFA-s qysh me funksionu, sepse u bo gjithmonë futboll, u bo mazor me referu. Tash u futbolli, u teknologjia, është edhe më shumë se me morë një medalje në finalet kupës një refer i Kosovës, për shembull, që ka kontribuar një vjet ka qenë refer, e me orë dikush për Spanja, Çekia, pa marrë parasysh, me ta morë një medalje, me që me morë një refer. Aq më tepër që për kupë asnjëherë nuk kemi pas problem në ndarje drejtësisë për kupë. Niveli më i lartë i drejtësisë ka qenë për kup, ka qenë edhe Nuza 2 herë, më duket, edhe Bajraktari kanë referu në mënyrë me morë medaljen që referën i finalit fenomenale kanë referu referton, sepse aty është karriera. Për shtatë finalet kupës nuk i qërë, sepse e zgjell ekipe më të mirë, që ka referu mëna kampionatet edhe e kosh për blim kupën. Gjystori që orë ma mirë, orë me merit, që aty është esenca, duhet di më stilon, qka nestra? Po gjystor tonë për me që me kohë nestra, që të është esenca që nuk janë unik, nuk janë bashkë, nuk ishë qatë në atë formën se apo referujnë Gjerman kupë, të referujnë Gjerman po edhe johën në mëronë. Që të referujnë Gjerman johën në mëronë, bro? Kur tu për jahu besime. Cila ish pyetja jote se kush e fiton kupën? Nëse ki qef me dhoni parashikim, se sot s'pas ke qef me dhoni shumë parashikime. Jo, s'kam qef me dhoni parashikime të forsave që dihet, qa, diferenca është kjo. Kush e fiton kupën? Prishtina Allapi. A më ka të zënë kur luhet kupa? Tajten, Nura 8 në Fadil Vokre. E je sigurt? Po. A? Po. Mëse qojnë ka koriku? A është gushti? Pse po thu? Sa harë ka ndrua ja, dhe me thonë, veç pak. Ja që kjo, është definitive. A është definitive, okej. Se folëm për shumë problematika, specifikisht për referimin edhe për gjona tjera, pa i në të kuptu, këthemba veç edhe njëherë, që atë arsytimin, këqyre reagimin. E po, të mundësin me volë nuk deshte. Ashtë të të pytë për kupë. Lem pro se, shqitu po vite, kupa e më të orë, se nuk e dia luat me 22-in. Ta shti po më thu me 22-in, ata kanë thoi, herë me 14-in, herë me 17-in. Doga zyrtare, ta është nuk e di nëse më të herë tjera u konë zyrtare, nëzirre atë njëftimin e për kupen edhe e marim vesh qa po du me thonë unë. Do me thonë, që si loj përgjigjesh zyrtare, ku një njeri, shpedi, mesatar, e kupton edhe gërditet. Që si loj reagimi, njëftimi i kupës, me kill dot, jo është me kill dot tani, ndryshimi, edhe mas nejna i thet, jo është me dotën e tretë, se gjoja se kanë ditë që luhet kupa finale e UEFA-s. A jeni të kuptu për qëfar ndërmarje edhe qëfar loj cilësie dhe mendësie kena të bojna? Që tu është thelbi i problemit që ju duni me kuptu ka buran kjo salamadi që i ndodhë futbolit Kosovës. Edhe, une seriosisht po thëmë, nuk e di që është njerëzit mujnë me relativizu qitë nivel budaloku, den që atë mos, sa me thonë, një po edhe në Evropë ju bën vaki, ku i bën vaki mërë kjo? A din ti që o kompeticioni i Kupës Kosovës? Kupa e Kosovës, në kushte normale, ishtë dosht me konë një kompeticion i veçantë. Për shkak ligjit sponsorizimit që e kena, na ishtë dosht me punu qashtë shumë, sa mja ofru një kompanije me emën, një kontrat për 10 vjetë mja shit emnin e asaj kupe. Edhe ata emën me shit 2-3 milion euro. Edhe ato pare me i marë si përfitim fitu si kupës edhe ekipet e Kosovës. E kush me ndoj që do t'i marrë ato? Kitë loj vizioni për me zhvillu një njeri që të përgjigjen, një njeri që ta jep ty përgjigjen që kur komu lujt kupa, ta jep një dot, ta jep dotën e dytë, edhe mas ne i thet edhe këtu që ma bitë se kena lonë në kupë të UEFA-s. Për qëka jena të folë? Atë këthejon pak të futbolli. Cila do për këty 2 skuadrave që e fiton, i bjen që e fiton një kompeticion të rëndësishëm se merë pjesë në kupat e UEFA-s edhe mujnë me inimu skuadrës vetë se cilat. Ajo në dyat cilësore, po, nëse analizon veç në aspektin futbolistik, Lapi ka të regu që në këtë vit i ka hi uji. Problemet i din ata, mujnë mizidh ata. Prishtina ka pas probleme, po qa ka një dalim Prishtina është e ka forcën e grupit, lojtar 3 interesant që e kanë ndër me fitu një kup, se është shumë rëndësishme.
Do më thonë, ka me konë një ndeshje interesante, uroj që luhet me 22 maj. Oke, armëro shumë shkurt, lut na veç kush e fiton, sipas mendimit tuaj. S'di kush e fiton, mirë po mu s'm ka pëlqy që ndru data, se bashkë që aty është po se so e kam për zemër klubin e vetë simpatizust. Dhe të lutë Liga Evropës finalja, po dhe të lutë edhe kupën e të shojmë sa vetë po vinë stadion. Që tanë kohë follet publiku, dhe të vinë të shofim s'ki drejt me lujt kur ka kompeticion UEFA. E dyta, sa i përket kupës, kupa e ka pas emnin e vetë. Edhe Bylbyli, edhe unë e kemi fitu kupën me emnin Kupa Ibrahim Rogovës. Edhe ke qenë i obligushëm me shku në rezidencë të prezidenti ku të ka prit me stafin e vetë, me ta uru që e ke fitu kupën. Edhe ka dorëzu bilen stadion. Ma ndej që shë ndru, pse o ndru, qka, këto gjana nuk i di, po mu me pyt, unë e kësha gjetë një emën, edhe punë e sponsorizimit edhe zhvillimit garës. Edhe këtu vjen dita nështë që nesër, mas nesër, kjo kupë s'lut heqë në Kosovë. Po lut diko ku ka interes ma të madhë. Më kuptove drejtë sa ta shumë, sa ta shpërëm, ta është një kompanije. Në këtë moment, s'ki nevoj me quzën, as po muj me luqë të. Në këtë moment, ekonomikisht, as një kompani nuk ka në interes të madhë me marë këtë kupë, me lujt, me investu miliona, e me tordë, po e nëzoj maksimalisht 12.000 vetë në stadion. Maksimalisht. Që nuk e mbulon as nisen. Po flasë për finale, e te e ki gjysër e kupës, edhe kontratën ja bënë ndryshe. Ti e ki gjysër e ekipë që s'ka drejt me lujtën kupë, se para 2 vjetë, 3 vjetë s'kanë morë pjesën gara. Sa është taj problem, mërë, që ako lidhe, sa loj luën për kupë, është ideja. Kjo është sikur një kampionat i veçantë. Shihe që ndodhë në Francë. A ty më digju që jam ty të thona, s'pë ndigjen. Jo, po të digjoj, po së është argument e gjëgëzu. Ligës 2 dhe të ligës parë që s'kanë morë pjesë. Po qka ka rëndësi kjo? Ka rëndësi se zëpjot numri lujve. Ku? Si vjetin luj ku, përso kanë lujt herave tjera? Jo. Po që shio, më trener, po që vjetin lujt ma pak se që lujt par vjetë. Dë më thonë, gjendja futbolit është një lujt gjithë, ma skandalëse, ma skandalëse. Ka një regull e cila respektohet. Nuk merë pjesë që i dënum dy kampionatë. Unë nuk jëm dy thonë me që kupën e Kosovës dikun. Unë jëm dy thonë, kësoj kupën me alon një emen, edhe me fitusi me pas një arsye. Po na kemi folë për që ato, jo folët edhe për refert, the me orë dhe refert, kejtë pe jashtit me orë. Po vinë, kanë me orë dhe sigur të krymë është. Po, kejtë në regull edhe për kampionat që the. Edhe për kampionat, me orë me referu nëse këta tonë të të ofenduma. Po, mirë po ndrojnë gjanat. Se që ata refertë në du të mi pagu klubi. Se nuk besoj që federata ka me vazhdu mi pagu refertë. Ose janë të rëzikun. Unë i kuptoj në përshtetje tjera që bojë kësi dërhyme, po të kanë unë po më duket e pa drejt më orë me gjikuni, që aty, në që me aty pare me rritë, aty kushtojnë pare aty. Me që me rritë, na e për momentin e kemë pagesat të shtore. Unë me kona dhe realist. Ta shti, ki, që do klube që kanë mojtë, ki, gjdo javë kanë shkru komunikata për dikon edhe për dikon, ku është relevanca ose besimi që ata mujnë me konë objektiv në gjykim? Une komunikata ka shku klube, ka ndodhë storia. Para pri lojve tjera. Po ka ndodhë storia. Komunikata ka do jetë dëmton që absolut e kesa po të unë e pyetjem po ta bëj ty, kur ti e ke pas një kampionat me qika shumë problematika, kjo për zgjedhjen e referëve ndërkombëtar është si një farforme don me lujt fer. Dhe kjo do të më i pranu që do. Ti ke pos klube, qoft Lopi, që ka shpoll non grata 1, non grata 2, qoft Prishtina që mund jetë në ku. I kemi që 2 minuta dhe në fond, Armër, 2 minuta dhe në fund në veç deshta me thonë ato që nesër mas nesër, mundet me ndodhë që dhe refert kanë me i pagu klubet. Se nuk mundet federata me ta pagu dhe referin. Apo, ajo që e kom propozu në shumë herët, Japonia ka ngrit nivelin e referimit kër i ka bo refert profesional. Ka nërë prej Gjermanis, prej Kroacis, prej gjithkojt, profesional. Urnë edhe ti si refer. Mere pagesën, 1.000 euro, po foli pa lidhje, po bënu profi. Mos puno kërku tjetër, po meru me futbol, qysh mirë na une. FIFA që 1 milion euro për refer. Në pëse po flasim për metoda të eksistencës futbolit. Edhe një minutë ku e kemë, arse me shkusha fiton kupën. Unë e menej që Lopi do e fiton kupën, kom
besoj që po lunë ma mirë në kupa, i dona me profën, lunë ma mirë, edhe ka një motiv se nëse rrezikon kënejna të vetëm dere ka për ne. Edhe tjetra derën e vetme me dojnë në Evropë ka lopi. Nëse lopi nuk e fiton kupën edhe jetë në barazh nuk shkon edhe në Evropë, atëre sinqerisht duhet më ullë me bisedu se diçka shumë serioze. Po du me onë për flasë për lopin. Edhe shkurtimisht armoni se diçka. Shumë shkurtu të nësejmë. Po këthejmë apë në Zanafil, deri sa nuk i ki stadiumet plët, deri sa ki dyshimin në refer, në lojnë, a gjona, problemi është qëllën me një vend. Të që e organizot, që e organizon qitë kampionat. Herës një jamën shumë shkurt. Kush e fiton kupën? Prishtina, këmë thë dhe halo, por me lojnë me dritën, sepse ka përparsi, e ka stadiumin, i ka drita, din me lu me drita, din paras në stadium vetën, e ka një përparsi të ma që lunë rrë, se ne ekip që s'lunë në drita regullisht, për shamë lësht pak ma vështir mi u përshtat, lunë para shikuzve të vetë, edhe së do me thonë se shikuz vinë edhe të lopet, po do me thonë lunë me një fush, që e një ma mirë se sa lopet ma, e ka një përparsi, edhe Prishtina ka vite që është të prit ndorën Evropë, tash e ka mundësi për mes kupës. Oke, ishte këj favoriti për sonte, ju falenderoj shumë për kohën. Shkurtimisht, i shkon qenë mirë se jemi resi jam i thori ligje rregullore në garës me diskutu kur të kemë kose e kanë bërë një farë që shtojnë tani me shmushmash. Oke, do të diskutojmë në do një emision tjetër sigurisht. Sa të kryhet kampionatit. Kampionatit do të diskutojmë edhe tema që janë sigurisht në interes atë publikot. Pikrish Prishtina u anku për qitë ras, dhe më thonë, ishte ata kam ndryshu vetë ligjin, do më rregullorën vetë e kanë ndryshu, nëse mërë të kushin automatik 2 lojë s'ki drejt, ata e kanë njek një lojë Armen Thoqit, këtë rast se kom po ankesën po një thënë Prishtinës që nëse ankonin ka s'kini mundësi me fitu Londën. Okej, përshpresojmë që e kanë dëgju, edhe që do të reflektojnë sigurisht. Pro, falenderoj shumë edhe për sonte, ishte knatësi. Tashi gjithësi. Paulant, faleminderit për sonte, pse ma keni përgjigje borç, po Asë njëherë përgjigje nuk kam borç edhe refuzoj. Kupa. Arbenor, faleminderit shumë për sonte. Faleminderit. Arsem, ishte knatësi që ishe këtise Faleminderit për favoritet. mundësien. Nasi. Hajres, faleminderit shumë për sonte. Gjithashtu respekt. Ishte ky favoritin e do të qenë për sëritë të dielën e ardhshme, deri atëherë natën e mirë.